Në këtë moment, ndërsa po dëgjon këto fjalë, brenda trupit tënd po ndodh diçka e jashtëzakonshme. Çdo sekond, rreth 100 milion qeliza të kuqe gjaku po udhtojnë nëpër arteriet e tua duke transportuar oksigjen. Por këtu është fakti që do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si e percepton veten. Çdo atom hekuri në këto qeliza, çdo grincë që e bën të mundur jetën tënde, nuk është krijuar në tokë. Ai është krijuar në zemrën e një yli që vdiq para se dieli ynë të lindë. Ti nuk je thjesht në univers. Ti je universi që ka marrë vetdije për veten. Kjo nuk është poezi. Kjo është fizik. Në vitin 1957, astrofizikania britanike Margaret Burbidge dhe ekipi i saj në Universitetin e Kalifornisë publikuan një punim që do të ndryshonte përgjithmonë kuptimin ton për origjinën. Ata provuan se çdo element kimik më i rëndë se hidrogjeni është krijuar në procesin e fuzionit bërthamor brenda yjeve. Kjo do të thotë se kalciumi në kockat e tua, karboni në ADN-ën tënde, azoti në proteinat që të mbajnë gjallë, fosfori që ruan kujtesën tënde, janë të gjitha produkte të vdekjes së yjeve. Carl Sagan e tha më mirë: ne jemi bërë nga materia e yjeve. Por edhe kjo frazë e famshme nuk e ka plotësisht madhështinë e asaj që po ndodh. Sepse nuk është vetëm se jemi bërë nga materia e yjeve, është se çdo histori e çdo atomi në trupin tënd është një udhëtim kozmik që zgjat miliarda vjet. Imagjino që mund të ndiqe historinë e një atomi të vetëm hekuri në gjakun tënd. Jo metaforikisht, fizikisht. Atomi që tani është duke u lidhur me një molekul hemoglobine në mushkëritë e tua, ka një biografi që shtrihet nëpër kohë dhe hapësirë në mënyra që truri ynë mezi mund t'i përfityrojë. Ky atom ka qenë dëshmitar i ngjarjeve që kanë formsuar galaksin ton. Ka kaluar nëpër temperatura që arrin disa miliarda grad. Ka mbijetuar shpërthime që kanë çliruar më shumë energji në disa sekonda se sa do të prodhojë dieli ynë në të gjithë jetën e tij 10 miliard vjeçare. Por le të fillojmë nga fillimi. Jo fillimi i jetës së te. As fillimi i tokës, fillimi i vet universit. 14 miliard vjet më parë, në momentin e Big Bangut, universi ishte një sup i ngjethë dhe i dendur i energjisë. Në 3 minutat e para, ndërsa temperatura ra nga triliona grad në vetëm 1 miliard grad, u formuan elementet e para: hidrogjeni dhe heliumi, me gjurmë të vogla litiumi. Kaq, asgjë tjetër. Asnjë karbon për të ndërtuar jetë, asnjë oksigjen për të frymëmarrë, asnjë hekur për të transportuar oksigjen. Universi i hershëm ishte një vend i thjesht kimikisht, por plot me potencial. Për qindra miliona vjet, ky univers i ri ishte i errët. Asnjë yll, asnjë galaksik. Vetëm re gjigante hidrogjeni dhe heliumi që lundronin në errësirë duke u tërhequr ngadalë nga graviteti. Dhe pastaj, rreth 100 milion vjet pas Big Bangut, ndodhi diçka magjike. Rret e parë e yjeve u ndez. Këta yje të parë që astronomët i quajnë popullsia e tretë ishin monstruozisht të mvenj. Disa kishin 100 herë më shumë masë se dieli ynë. Dhe në zemrat e tyre, në presion dhe temperaturë të pabesueshme, filloi procesi që do të krijonte çdo element që e bën të mundur jetën. Fuzioni bërthamor. Bërthama e hidrogjenit filluan të bashkohen për të formuar helium. Heliumi u bashkua për të formuar karbon. Karboni u bashkua për të formuar oksigjen. Oksigjen plus helium krijoi neon. Dhe procesi vazhdoi, element pas elementi, duke ndërtuar tabelën periodike nga brenda. Por këtu është detaji që të bën të ndalesh. Ky proces nuk ishte i qetë. Çdo fazë e fuzionit çlironte energji të jashtëzakonshme. Kjo energji ishte ajo që mbante ilin të frur kundër forcës së graviteti që përpiqej ta shtynte. Ishte një luftë e vazhdueshme midis presionit të jashtëm të fuzionit dhe tërheqjes së brendshme të graviteti, dhe për miliona vjet fuzioni fitonte. Por çdo il ka një problem fundamental. Sa më shumë që ai djeg, aq më shumë elemente të rënda krijon në qendër. Dhe elementet e rënda kërkojnë temperatura edhe më të larta për t'u bashkuar. Një il si dieli ynë do të ndalojë në helium. Nuk ka mjaftueshëm presion për të shkuar më larg. Por yjet gjigant, ata monstruozitetet e hershëm, kishin mjaftueshëm mas për të vazhduar.
Ata krijuan karbon, pastaj oksigjen, pastaj neon, magnez, silikon. Çdo fazë e re e fuzionit zgjaste më pak se faza e mëparshme. Faza e hidrogenit mund të zgjaste miliona vjet, faza e heliumit disa qindra mijë vjet, faza e karbonit vetëm disa qindra vjet. Dhe pastaj vinte faza finale. Siliciumi. Kur një yll gjigant fillon të djegë silicion, ai ka vetëm disa ditë të mbetura, sepse produkti i djegjes së silikonit është hekuri. Dhe hekuri është fundi i rrugës. Hekuri nuk mund të bashkohet për të çliruar energji. Në fakt, bashkimi i hekurit konsumon energji. Kështu që kur qendra e yllit mbushet me hekur, fuzioni ndalon. Presioni që mbante yllin të fryrë zhduket. Dhe në atë moment, graviteti fiton. Ajo që ndodh më pas është një nga ngjarjet më dramatike në univers. Qendra e yllit kolapson. Jo ngadalë, me shpejtësinë e dritës. Në më pak se një sekond, një qendër me madhësinë e tokës kolapson në një sferë me diametër vetëm disa dhjetëra kilometra. Temperatura rritet në mbi 100 miliard gradë. Dhe pastaj, kjo qendër e kolapsuar kthehet mbrapsht. Një val goditjeje shpërthen përmes shtresave të jashtme të yllit me shpejtësi që arrin 25.000 kilometra në sekond. Kjo është një supernova. Dhe në ato sekonda të shkurtra të shpërthimit, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Energjia është aq e madhe sa elementet më të rënda se hekuri, ato që nuk mund të krijohen nëpërmjet fuzionit normal, formohen në atë kaos. Ari në një unaz martese, argjendi në një monedhë, urani që fuqizon në reaktorët bërthamor. Të gjitha këto elemente janë krijuar në disa sekonda të fundit të jetës së një ylli. Por historia nuk mbaron me shpërthimin, sepse ajo supernova hedh në hapësirë të gjithë pasurimin kimik që ylli ka krijuar gjatë jetës së tij. Miliarda ton karbon, oksigjen, azot, hekur dhe qindra elemente të tjera shpërndahen në galaksi me shpejtësi që arrin disa mijëra kilometra në sekond. Ky material, i pasuruar me elemente të rënda, përzihet me re të hidrogenit dhe heliumit që ende lundrojnë në hapësirë. Dhe nga këto re të pasuruara, formohen yje të rinj, yje si dielli ynë. Tani imagjino atë atom hekuri që përmendëm më parë. Ai u krijua në qendrën e një ylli gjigant, ndoshta 5 miliard vjet më parë, ndoshta në një pjesë tjetër të galaksisë sonë. Për miliona vjet, ai qëndroi në qendrën e atij ylli, i rrethuar nga miliarda atom të tjerë hekuri, duke formuar një bërtham të dendur metalike. Temperatura rreth tij ishte mbi 5 miliard gradë. Presioni ishte aq i madh sa materia vetë silej në mënyra që fizika jone e përditshme nuk mund ta përshkruaj. Dhe pastaj, në një moment, gjithçka ndryshoi. Ylli kolapsoi. Atomiun i hekurit u gjet në mes të një shpërthimi që çliroi më shumë energji se sa kanë çliruar miliarda jetë të tjerë së bashku. Ai u hodh në hapësirë me shpejtësi të pabesueshme, së bashku me triliona atom të tjerë. Për mijëra vjet ai lundroi nëpër hapësirën ndërjore, duke u ftohur ngadalë, duke u larguar nga vendi i lindjes së tij. Dhe pastaj, rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë, diçka e re filloi të ndodhë. Një re e madhe gazi dhe pluhuri, e pasuruar me elementet nga shumë supernovë të mëparshme, filloi të kolapsojë në mpeshën e gravitetit të saj. Në qendër të kësaj reje, presioni dhe temperatura u rritën, derisa u ndez një yll i ri, dielli ynë. Rreth tij, nga materiali i mbetur, filluan të formohen planet. Atomiun i hekurit u gjet në atë disk rrotullues të materialit. Ai u përfshi në kolicione me atom të tjerë, duke formuar grimca gjithnjë më të mëdha. Grimca u bën shkëmbinj. Shkëmbinjt u bën planetoid. Dhe planetoidët, nëpërmjet miliarda kolizionesh, formuan planetet. Atomi ynë i hekurit u bë pjesë e tokës së re, por edhe atëherë udhëtimi i tij nuk kishte mbaruar. Për miliarda vjet, ai qëndroi thellë në mantelin e tokës, i nqeth dhe i lëngshëm, duke lëvizur ngadalë me rrjedhat e konveksionit. Ndoshta ai u ngrit në sipërfaqe nëpërmjet një vulkani, ndoshta u gërmua nga uji,
ndoshta u gjet në një shkëmbë që u erroth nga era dhe shiu. Në një moment, ai u bë pjesë e dheut. Dhe nga dheu u thith nga rrënjët e një bime. Bima e përdori atë atom hekuri për të ndërtuar molekula, ndoshta një kafsh hëngri atë bim, ndoshta ajo kafsh u ha nga një tjetër. Nëpërmjet zinxhirit ushqimor, atomi kaloi nga organizëm në organizëm, dhe në një moment, ndoshta vetëm disa muaj më parë, ti hëngre diçka që përmbante atë atom. Ai u thith në zorrët e tua, u transportua nga gjaku dhe tani është pjesë e një molekule hemoglobine që po transporton oksigjen në qelizat e trupit tënd. Ky është udhëtimi i një atomi të vetëm, por ti nuk je bërë nga një atom. Ti je bërë nga rreth 7 miliard atom. 7 me 27 zero pas ti. Dhe çdo një prej tyre ka një histori të ngjashme. Disa janë më të vjetra, të krijuara në supernova që shpërthyen para se galaksia jon të merrte formën e saj aktuale. Disa janë relativisht të rinj, të çliruar nga yje që vdiqen vetëm disa qindra milion vjet më parë. Karboni që formon 20% të masës tënde u krijua në yje që ishin në fazën e tyre të kuqe gjigante, duke djegur helium në temperatura rreth 100 milion grad. Oksigjen që formon 65% të trupit tënd u krijua kur ato yje shkuan edhe më tej, duke bashkuar karbon me helium në temperatura edhe më të larta. Azoti në ADN-ën tënde, në proteinat që leccojnë këtë ADN, në neurotransmetuesit që të lejojnë të mendosh, u krijua në një proces edhe më kompleks, që përfshin cikle të tëra reaksionesh bërthamore. Por këtu është pjesa që vërtet të bën të ndalesh dhe të mendosh. Nuk është vetëm se këta atom u krijuan në uje, është se ata nuk mund të ishin krijuar në asnjë vend tjetër. Temperatura dhe presioni i nevojshëm për të bashkuar bërthama atomike ekzistojnë vetëm në 2 vende në univers, në qendrat e ujeve dhe në shpërthimet e supernovave. Kjo do të thotë se çdo atom në trupin tënd është një provë e drejtë për drejtë e ekzistencës së ujeve që vdiqën para se dielli të lindë. Mendoje këtë. Kur shikon në pasqyrë, ti nuk po shikon thjesht një organizëm biologjik. Ti po shikon një koleksion atomësh që kanë kaluar në përzemrat e ujeve, që kanë bjetuar shpërthime që kanë ndriçuar galaksi të tëra, që kanë udhëtuar në përhapësirë për miliarda vjet, që janë bashkuar në mënyra të pabesueshme komplekse për të krijuar diçka që mund të mendoj për origjinën e vet. Ti je një mënyrë që universi ka për të kuptuar veten. Kjo ide nuk është e re. Filozof dhe poet kanë folur për lidhjen tonë me kozmosin për mijëra vjet, por ajo që është e re është se tani ne e dim se kjo lidhje nuk është metaforike. Ajo është fizike, ajo është kimike, ajo është e matshme. Ne mund të gjurmojmë origjinën e çdo atomi në trupin tënd, deri te proceset specifike në yje specifike. Ne mund të llogarisim sa kohë zgjati krijimi i tyre. Ne mund të masim raportet e izotopeve që na tregojnë saktësisht në çfarë lloj ylli u krijuan. Në vitin 1964, fizikanti Fred Hoyle, një nga bashkautorët e punimit të Margaret Burbidge, e shpjegoi këtë në një mënyrë që ende rezonon sot. Ai tha se ne jemi të gjithë të lidhur me vendet më të largëta të universit, sepse atomet që na përbëjnë u shpërndan në të gjithë galaksin nga yje që vdiqen para se sistemi ynë diellor të ekzistonte. Ne nuk jemi thjesht në univers, ne jemi pjesë e tij, në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme. Por kjo ngrej një pyetje të thellë. Nëse çdo atom në trupin tënd ka një histori miliarda vjeçare, nëse ti je bërë nga mbeturinat e yjeve të vdekur, çfarë do të thotë kjo për identitetin tënd? Kush je ti, vërtet? Në një kuptim, ti je një model i përkohshëm. Atomet që të përbëjnë sot nuk janë të njëjtat atom që të përbënin 10 vjet më parë. Çdo ditë ti thith atom të rinj nëpërmjet ushqimit dhe ajrit. Çdo ditë ti çliron atom të vjetër nëpërmjet frymarrjes, djersitjes dhe proceseve të tjera biologjike. Në një periudhë rreth 7 vjet, pothuajse çdo atom në trupin tënd është zvendësuar. Kjo do të thotë se ti nuk je një objekt statik. Ti je një proces. Ti je një rrjedhë e vazhdueshme e materisë dhe energjisë që mban një model të caktuar. Modeli është ai që të bën ty, jo atomet specifike.
Dhe ky model, ky organizim i jashtëzakonshëm i materisë, është ajo që ne e quajmë jetë. Por edhe kjo nuk e ka plotësisht çudinë e situatës, sepse modeli që të bën ty nuk është i rastësishëm. Ai është rezultati 4 miliard vjetëve të evolucioni. Çdo qelizë në trupin tënd përmban uvëzimet e shkruara në një gjuhë kimike që është e vjetër sa vetë jeta. ADN-ja jote është një arkiv historik që shtrihet mbrapsht nëpër kohë, duke lidhur ty me çdo organizëm që ka jetuar ndonjëherë në këtë planet. Dhe këtu është pjesa që vërtet të bën të mendosh. ADN-ja jote, ajo molekule gjatë spirale që përmban udhëzimet për të ndërtuar ty, është bërë nga atom që u krijuan në yje. Karboni në bazat azotike të ADN-s, fosfori në shtilën kurrizore, sheqer fosfat, azoti në lidhjet që mbajnë dy fijet së bashku. Të gjitha këto u krijuan në procese bërthamore që ndodhen miliarda vjet para se jeta të fillonte në tokë. Kjo do të thotë se informacioni që të bën ty, kodi që përcakton ngjyrën e syve të tu, lartësinë tënde, mënyrën se si truri yt është i lidhur, është i shkruar në një medium që është më i vjetër se planeti ynë. Është si të lexosh një libër të shkruar në letër që u bën nga druri i një pylli që rriti para se njerëzit ekzistonin. Por në këtë rast, letra u bën në yje që vdiqën para se dieli ynë të lindë. Le të shkojmë edhe më thellë, le të flasim për vetdijen. Ajo ndjenjë që ke se je ti, se ekziston, se je duke përjetuar këtë moment. Nga vjen kjo? Në një nivel fizik, vetdia është rezultati i aktivitetit elektrik në trurin tënd. Miliarda neuron po shkëmbejnë sinjale, duke krijuar modele komplekse të aktivitetit që në një mënyrë që ende nuk e kuptojmë plotësisht, provojnë përvojën subjektive të të qenit gjallë. Por këto neuron janë bërë nga atom që u krijuan në yje. Kjo do të thotë se vetëdia jote, ajo ndjenjë brendshme e ekzistencës, është një pronë emergjente e materisë që ka udhëtuar nëpër univers për miliarda vjet. Ti je një mënyrë që materia e yjeve të vdekur ka organizuar veten në një model aq kompleks sa ajo ka bërë të mundur vetëdijen. Mendoje sa e çuditshme është kjo. Atomet në trurin tënd, të krijuara në temperatura mbi 1 miliard grad, në presione që mund të shtypin materien në dëndësi të pabesueshme, tani janë të organizuara në një strukturë aq delikate sa një goditje e vogël në kokë mund ta ndryshojë personalitetin tënd. Ato atom që kanë mbijetuar shpërthime që kanë shkatërruar yje të tërë, tani janë pjesë e një sistemi aq i ndjeshëm sa mund të ndikohet nga një mendim, nga një kujtesë, nga një emocion. Kjo është një nga paradokset e mëdha të ekzistencës. Ne jemi bërë nga materia më e fortë në univers, e krijuar në kushtet më ekstreme të mundshme, por ne jemi gjithashtu qenjet më delikate, më të ndjeshme, më të cenueshme. Një il mund të jetojë për miliarda vjet, duke djegur qëndrueshëm karburantin e tij bërthamor. Por ne jetojmë për vetëm disa dhjetëra vjet, dhe çdo moment i jetës son varet nga një ekuilibër delikat i proceseve kimike që mund të prishen lehtësisht. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që e bën jetën aq të veçantë. Jeta nuk është thjesht materie organizuar. Ajo është materie organizuar në një mënyrë që i reziston entropise, forcës që përpiqet të çorganizojë gjithçka. Çdo moment që je gjallë, trupi yt po lufton kundër tendencës natyrore të universit për të shkuar drejt çrregullimit. Ti po mban një model kompleks në një univers që përpiqet ta shkatërrojë atë model. Dhe kjo luftë kërkon energji, shumë energji. Çdo ditë ti konsumon rreth 2000 kalori energji, të cilat vijnë nga ushqimi që ha. Por nga vjen ajo energji fillimisht? Nga dielli. Bimët e kapin energjinë e dritës së diellit nëpërmjet fotosintezës dhe e kthejnë atë në energji kimike. Kafshët han bimët ose han kafshë të tjera që kanë ngrënë bimë, dhe në fund e gjithë energjia që fuqizon jetën në tokë vjen nga funcioni bërthamor që ndodh në qendrën e diellit. Kështu që kur ti lëviz, kur mendon, kur ndjek, ti po përdor energji që u çlirua kur bërthama hidrogjeni u bashkuan për të formuar helium në qendrën e diellit. Ti je një makinë që funksionon me energji bërthamore. Thjesht ka një hap ndërmjetës ku ajo energji kthehet në ushqim para se ti ta konsumosh. Por edhe kjo nuk e tregon historinë e plot, sepse dielli vet është një produkt i proceseve që ndodhen në yje të mparshëm. Materiali që formoi diellin u pasurua me elemente të rënda nga supernova të mparshme. Kështu që në një kuptim,
Ti po jeton me energjinë e një ylli që është bërë i mundur nga vdekja e yjeve të tjerë. Është një zinxhir i pandërprerë shkak pasojash që shtrihet mbrapsht në kohë deri në Big Bang. Çdo atom në trupin tënd, çdo foton energjie që të mban gjallë, çdo mendim që kalon nëpër trurin tënd, të gjitha janë pjesë e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet. Dhe historia vazhdon, sepse atomet që të përbëjnë sot nuk do të qëndrojnë me ty përgjithmonë. Kur ti vdes, trupi yt do të dekompozohet. Atomet do të kthehen në mjedis. Disa do të thithen nga bim, disa do të shpërndahen nga era, disa do të largohen nga uji dhe në fund ato do të bëhen pjesë e organizmave të tjerë, të shkëmbinjve të tjerë, të proceseve të tjera. Në një kuptim, ti je i pavdekshëm, jo si një individ, por si një koleksion atomësh. Atomet që të përbëjnë kanë ekzistuar për miliarda vjet para se ti të lindësh, dhe ato do të vazhdojnë të ekzistojnë për miliarda vjet pas vdekjes sate. Ato do të kalojnë në performa të panumërta, do të bëhen pjesë e qenieve të tjera, do të marrin pjesë në procese që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Dhe nëse presim mjaftueshëm gjatë, nëse universi vazhdon të ekzistojë për triliona vjet, ato atom mund të gjejnë veten përsëri në një yll. Ndoshta ato do të jenë pjesë e një supernove të re, ndoshta do të krijohen elemente edhe më të rënda. Ndoshta do të bëhen pjesë e një planeti në një galaksi të lardhët dhe ndoshta do të kontribuojnë në formën e një jete që ne nuk mund ta imagjinojmë. Kjo është cikli kozmik. Materia nuk krijohet dhe nuk shkatërohet, ajo thjesht transformohet, përsëri dhe përsëri, duke marrë forma të reja, duke krijuar struktura të reja, duke mundsuar procese të reja. Por këtu është pyetja që duhet të na bëjë të gjithëve të ndalemi dhe të mendojmë. Nëse ne jemi bërë nga materia e yjeve të vdekur, nëse çdo atom në trupin ton ka një histori miliarda vjeçare, nëse ne jemi thjesht një fazë e përkohshme në një cikël kozmik që do të vazhdojë përgjithmonë, atëherë çfarë kuptimi ka jeta jon? Disa njerëz gjejnë këtë ide deprimuese. Ata mendojnë se nëse jemi thjesht koleksione të përkohshme atomësh, nëse jeta jonë është vetëm një çast i shkurtër në një univers që do të ekzistojë për triliona vjet, atëherë asgjë nuk ka rëndësi. Por kjo është një keqkuptim i thellë, sepse fakti që ne jemi të përkohshëm nuk na bën të parëndësishëm. Në fakt, është e kundërta. Fakti që ne ekzistojmë fare është një mrekulli statistikore. Probabiliteti që atomet që të përbëjnë do të organizoheshin saktësisht në këtë mënyrë, në këtë moment, në këtë vend, është aq i vogël sa është praktikisht zero. Ti je rezultati një zinxhiri të pabesueshëm të ngjarjeve që duhej të ndodhin saktësisht siç ndodhen për ti që të ekzistosh. Mendoje këtë. Nëse ylli që krijoi atomet e hekurit në gjakun tënd kishte qenë pak më i vogël, ai nuk do të kishte arritur temperaturat e nevojshme për të krijuar hekur. Nëse ai kishte qenë pak më i madh, ai do të kishte shpërthyer më shpejt, para se të kishte kohë të krijonte mjaftueshëm elemente të rënda. Nëse supernova që shpërndau ato atom kishte ndodhur në një pjesë tjetër të galaksisë, ato nuk do të ishin këtu për të formuar sistemin ton diellor. Nëse toka kishte qenë pak më afër diellit, uji do të ishte avulluar, pak më larg dhe do të ishte ngrirë. Nëse hëna nuk ekzistonte, rrotullimi i tokës do të ishte i paqëndrueshëm, duke bërë klimën e paqëndrueshme për jetën komplekse. Nëse Jupiteri nuk ekzistonte, toka do të goditet nga shumë më tepër asteroide, duke bërë evolucionin e jetës komplekse pothuajse të pamundur. Dhe kjo është vetëm fillimi. Mendoni për të gjitha ngjarjet që duhej të ndodhnin në historinë e tokës për ti që të ekzistosh. Origjina e jetës 4 miliard vjet më parë. Evolucioni i qelizave komplekse. Shfaqja e shumë qelizorëve. Shpërthimi kambrian, kur forma e jetës u diversifikua papritur. Mbijetimi i 5 ekstincioneve masive. Evolucioni i gjitareve. Shfaqja e primateve. Evolucioni i hominideve. Dhe më në fund, shfaqja e Homo sapiens, vetëm rreth 300.000 vjet më parë. Por edhe kjo nuk është e mjaftueshme. Mendoni për të gjithë zinxhirin e paraardhësve tuaj. Çdo gjyshi juaj, duke shkuar mbrapsht për mijëra breza, duhej të mbijetonte mjaftueshëm gjatë për të riprodhuar. Çdo një prej tyre duhej të gjente një partner,
Çdo një prej tyre duhej të kishte fëmijë që mbijetonin deri në moshën riprodhuese. Nëse edhe një lidhje e vetme në atë zinxhir kishte dështuar, ti nuk do të ishe këtu. Probabiliteti i të gjithë kësaj është aq i vogël sa është praktikisht zero. Dhe megjithatë, këtu je. Ti ekziston. Kundër të gjitha probabiliteteve, kundër të gjithë logjikës, ti je këtu, duke lecuar këto fjalë, duke menduar për origjinën tënde, duke u çuditur për vendin tënd në univers. Kjo nuk është deprimuese, kjo është e mahniqme. Por le të shkojmë edhe më thellë në këtë mrekulli, sepse kur flasim për probabilitetin e ekzistencës sate, ne nuk po flasim vetëm për një zinxhir ngjarjesh. Ne po flasim për një orkestrim kozmik që përfshin ligjet fundamentale të fizikës. Imagjino për një moment se mund të ndryshoje vetëm një konstante fizike në univers, vetëm një numër në ekuacionet që përshkruajnë si funksionon realiteti. Çfarë do të ndodhte? Le të fillojmë me forcën bërthamore të fortë, forcën që mban së bashku protonet dhe neutronet në bërthamat atomike. Nëse kjo forcë do të ishte vetëm 2% më e dobët, bërthama nuk do të mund të qëndronin së bashku. Nuk do të kishte atome më komplekse se hidrogjeni. Asnjë karbon, asnjë oksigjen, asnjë element që është i nevojshëm për jetën. Universi do të ishte vetëm një sup i përjetshëm, hidrogjeni dhe heliumi. Por nëse e njëjta forcë do të ishte vetëm 5% më e fortë, protonet do të bashkoheshin aq lehtë sa të gjithë hidrogjeni në universin e hershëm do të ishte kthyer në helium në minutat e para pas Big Bangut. Asnjë hidrogjen i mbetur për të formuar ujë. Asnjë karburant për yjet e gjeneratave të mëvonshme. Universi do të ishte plot me yje që do të digjeshin shpejt dhe do të vdisnin pa lënë asgjë pas. Tani mendoni për forcën elektromagnetike, forcën që mban elektronet në orbita rreth bërthamave. Nëse kjo forcë do të ishte pak më e fortë, elektronet do të tërhiqeshin aq fort nga bërthama sa reaksionet kimike do të bëheshin pothuajse të pamundura. Molekulat nuk do të mund të formoheshin, asnjë ADN, asnjë protein, asnjë jetë. Dhe nëse do të ishte pak më e dobët, elektronet do të ishin aq lirshëm të lidhur sa atomet nuk do të mund të formonin lidhje të qëndrueshme. Përsëri, asnjë kimik komplekse, asnjë jetë. Por historia bëhet edhe më e çuditshme kur shikojmë në procesin specifik që krijon karbonin, elementin që është baza e të gjithë jetës që njohim. Në vitin 1953, astrofizikanti Fred Hoyle bëri një parashikim të mahniqëm. Ai arsyetoi se për të shpjeguar sasinë e karbonit që shohim në univers, duhet të ekzistojë një nivel energjie shumë specifik në bërthamën e karbonit që lejon një reakcion të quajtur procesi i trefisht alfa. Ky proces ndodh kur 3 bërthama heliumi bashkohen për të formuar karbon, por kjo nuk është e lehtë. 2 bërthama heliumi mund të bashkohen për të formuar berilin, por berilini është jashtëzakonisht i paqëndrueshëm. Ai zbërthen në më pak se 1/100 milionta e një sekond. Për të formuar karbon, një bërtham e tretë heliumi duhet të godasë atë berilin në atë dritare kohore të shkurtër të pabesueshme. Probabiliteti i kësaj është aq i vogël sa nuk duhet të ndodhë kurrë. Por Hoyle arsyetoi se nëse bërthama e karbonit ka një nivel energjie që përputhet saktësisht me energjinë e kombinuar të berilinit dhe heliumit, atëherë procesi bëhet miliona herë më i mundshëm. Kjo quhet rezonancë. Dhe kur eksperimentuesit e kontrolluan, ata zbuluan se Hoyle kishte të drejtë. Bërthama e karbonit ka saktësisht nivelin e energjisë që nevojitet. Por këtu është pjesa që të bën të ndalesh. Nëse ky nivel energjie do të ishte vetëm 4% më i lartë ose më i ulët, rezonanca nuk do të ndodhte. Karboni nuk do të prodhohej në sasi të mjaftueshme, dhe pa karbon nuk do të kishte jetë si ne e njohim. Kjo është ajo që fizikantët e quajnë rregullimi i imët i universit. Konstantet fizike, ligjet e natyrës, madje edhe vetit specifike të bërthamave atomike, duken se janë rregulluar me një precizion të pabesueshëm për të lejuar ekzistencën e jetës komplekse. Ndryshoni çdo gjë pak dhe universi bëhet i pabanuar. Disa shkencëtarë argumentojnë se kjo nuk është e çuditshme.
Ata thonë se ndoshta ekzistojnë një numër i pafund universish, secili me konstante të ndryshme fizike dhe ne thjesht ndodhemi në një nga ata të rrallë që lejojnë jetën. Kjo quhet hipoteza e shumë universive. Nëse ekzistojnë triliona universi, atëherë nuk është e çuditshme që të paktën një prej tyre ka kushtet e duhura. Por edhe nëse kjo është e vërtet, ajo nuk e zvoglon mrekullisë, sepse ti ende je këtu, në këtë univers specifik, bërë nga atom që u krijuan në kushte që ishin saktësisht të duhura. Pavarësisht se sa univers të tjera mund të ekzistojnë, ky është ai ku ti je. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Tani le të kthehemi te trupi yt dhe të shikojmë diçka edhe më specifike. Le të flasim për ujin. Rreth 60% e masës tënde është ujë. Çdo qelizë në trupin tënd noton në një tretësirë ujore. Gjaku yt është 90% ujë. Truri yt është 73% ujë. Pa ujë, biokimia e jetës nuk do të funksiononte. Proteinat nuk do të palloseshin në formate tyre të duhura. ADN-ja nuk do të mund të replikohej. Reaksionet kimike që të mbajnë gjallë nuk do të mund të ndodhnin. Por nga erdhi uji në tokë? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në shkencën planetare. Toka u formua në pjesën e brendshme të diskut protoplanetar, ku ishte shumë nxehtë për ujin të kondensohej. Kështu që uji duhet të jetë sjell këtu nga diku tjetër. Teoria më e pranuar është se uji erdhi nga bombardimi i kometave dhe asteroideve në miliarda vjetët e parë të historisë së tokës. Këto objekte u formuan në pjesët e jashtme më të ftohta të sistemit diellor, ku uji mund të ngrinte. Kur orbitat e tyre u shqetësuan nga lëvizjet e planetëve gjigant, shumë prej tyre u hodhën drejt sistemit të brendshëm diellor, duke goditur tokën dhe duke sjell ujin e tyre. Kjo do të thotë se uji që pi sot, uji që rrjedh nëpër venat e tua, uji që përbën shumicën e trupit tënd, erdhi nga thellësitë e ftohta të sistemit diellor. Çdo molekul uji në trupin tënd ka udhëtuar miliarda kilometra për të arritur këtu. Disa nga ato molekula mund të kenë qenë në kometa që orbituan diellin për miliona vjet para se të goditnin tokën. Por edhe kjo nuk është historia e plot, sepse vetë molekulat e ujit janë bërë nga atom që u krijuan në uje. Oksigjen u krijua në uje masive që ishin në fazën e tyre të kuqe gjigante. Hidrogjeni është një nga elementet origjinale nga Big Bangu. Kur këta atom u bashkuan për të formuar ujë, në errësirën e ftohtë të hapësirës ndërjore, ata krijuan një nga molekulat më të rëndësishme në univers. Dhe këtu është diçka që vërtet të bën të mendosh. Uji ka veti të çuditshme që e bëjnë atë perfekt për jetën. Ai është një nga substancat e pakta që zgjerohet kur ngrin, gjë që do të thotë se akulli noton në ujë. Nëse nuk do të ishte kështu, liqenet dhe oqeanet do të ngrin nga poshtë lart, duke vrarë të gjithë jetën ujore. Uji ka një kapacitet të lartë në nxehtësie, që do të thotë se ai mund të thithë shumë energji pa ndryshuar shumë temperaturën. Kjo e bën klimën e tokës më të qëndrueshme. Uji është një tretës i shkëlqyer, që do të thotë se shumë substanca mund të treten në atë, duke lejuar reaksione kimike komplekse. Uji ka tension sipërfaqësor të lartë, që lejon bimët të transportojnë ujin nga rrënjët në gjethe kundër gravitetit. Lista vazhdon. A janë këto veti të rastësishme? Apo është uji një molekul që është në një farë mënyre projektuar për të mbështetur jetën? Shkencëtarët nuk përdorin fjalën projektuar, sepse ajo nënkupton një projektues, por ata pranojnë se vetit e ujit janë jashtëzakonisht të përshtatshme për jetën. Dhe pa këto veti, jeta si ne e njohim nuk do të ishte e mundur. Tani le të shkojmë edhe më thellë në trupin tënd. Le të flasim për ADN-ën. Në këtë moment, në bërthamën e pothuajse çdo qelice në trupin tënd, ka një molekule gjatë spirale që përmban rreth 3 miliard çifte bazash. Nëse do të shtrihet të gjithë ADN-ën nga një qelizë vetme, ajo do të ishte rreth 2 metra e gjatë. Por ajo është e paketuar aq ngushtë sa përshtatet në një bërtham qelice që është vetëm disa mikron në diametër. Kjo ADN përmban udhëzimet për të ndërtuar dhe mirëmbajtur trupin tënd. Ajo përcakton cilat proteina do të prodhohen, kur do të prodhohen dhe në çfarë sasie. Ajo përmban historinë e evolucionit tënd, me gjurmë të paraardhësve që shkojnë mbrapsht për miliarda vjet.
Ajo është një arkiv historik, një manual udhëzimesh dhe një plan ndërtimi, të gjitha të koduara në një gjuhë kimike. Por këtu është pjesa që vërtet të bën të ndalesh. ADN-a jote nuk është unike për ty. Rreth 99% e ADN-s tënde është identike me ADN e çdo njeriu tjetër në planet. Rreth 98% është identike me ADN e një shimpanzeje. Rreth 90% është identike me ADN e një miu. Rreth 60% është identike me ADN e një mizës së frutave. Rreth 50% është identike me ADN e një banane. Kjo nuk është një gabim. Kjo është prova më e drejt për drejt që kemi për faktin se e gjithë jeta në tokë ka një origjinë të përbashkët. Ne të gjithë jemi të lidhur, jo metaforikisht, por fizikisht, kimikisht, gjenetikisht. Ti ndan gjysmën e ADN-s tënde me një banan, sepse ti dhe bananja keni një paraardhës të përbashkët që jetoi miliarda vjet më parë, por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për vetë kodin gjenetik, gjuhën në të cilën është shkruar ADN-a. Ky kod përdor 4 shkronja kimike: adenin, timin, guanin dhe citozinën, të shkurtuara si A, T, G dhe C. Këto shkronja kombinohen në grupe prej 3 për të formuar fjalë që kodojnë aminoacide specifike. Aminoacidet pastaj lidhen së bashku për të formuar proteina. Këtu është pjesa e çuditshme. Ky kod është pothuajse universal. Të gjitha format e jetës në tokë, nga bakteret më të thjeshta te njerëzit më kompleks, përdorin të njëjtin kod gjenetik. Një sekuencë specifike prej 3 bazash kodifikon të njëjtin aminoacid në një bakterie si në një njeri. Kjo është prova e jashtëzakonshme që e gjithë jeta ka një origjinë të përbashkët. Por pse ky kod specifik? Pse këto 4 baza? Pse grupe prej 3 bazash në vend të 2 ose 4? Shkencëtarët kanë zbuluar se kodi gjenetik nuk është i rastësishëm. Ai është optimizuar për të minimizuar efektet e mutacioneve. Nëse një bazë ndryshohet për shkak të një gabimi në replikimin e ADN-s, ka një shans të mirë që aminoacidi i koduar të mbetet i njëjtë ose të jetë kimikisht i ngjashëm. Kjo do të thotë se shumë mutacione nuk kanë efekt ose kanë efekt minimal. Kjo optimizim nuk është e rastësishme. Ajo është rezultat i 4 miliard vjetëve të evolucioni. Kodet gjenetike që nuk ishin të optimizuara prodhuan organizëm që ishin më pak të aftë për të mbijetuar. Ato organizëm u zhdukën. Kodet që ishin më të mira mbijetuan. Dhe gjatë miliarda vjetësh, kodi u rafinua në atë që shohim sot. Por edhe kjo ngre një pyetje të thellë. Si filloi kodi gjenetik? Si u shfaq jeta e parë? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pambështetura në shkencë. Ne e dim se jeta ekziston në tokë prej të paktën 3 miliard e 800 milion vjetësh. Ne e dim se toka u formua rreth 4 miliard e 600 milion vjet më parë. Kjo do të thotë se jeta shfaqet relativisht shpejt në terma gjeologjike, pasi toka u ftoh mjaftueshëm për të mbështetur ujë të lëngshëm. Por si? Si shkuan molekulat e thjeshta kimike nga të qenit thjesht molekula në të qenit gjallë? Kjo është pyetja e origjinës së jetës, dhe ajo mbetet një nga misteret më të mëdha. Ne e dim se bloqet ndërtimore të jetës, aminoacidet dhe bazat azotike mund të formohen spontanisht në kushte që mendohet se ekzistonin në tokën e hershme. Në vitin 1953, Stanley Miller dhe Harold Urey kryejnë një eksperiment të famshëm ku ata simuluan kushtet e tokës së hershme duke përdorur një përzierje gazrash dhe shkarkesa elektrike. Pas vetëm një jave, ata zbuluan se ishin formuar disa aminoacide. Kjo provoi se bloqet ndërtimore të jetës mund të formohen natyrshëm. Por të shkosh nga aminoacidet te një qelizë gjallë është një hap gjigant. Një qelizë, edhe më e thjeshta, është jashtëzakonisht komplekse. Ajo ka një membran që e ndan nga mjedisi. Ajo ka mekanizma për të prodhuar energji. Ajo ka ADN për të ruajtur informacion. Ajo ka ribozome për të prodhuar proteina. Ajo ka sisteme për të replikuar veten. Si u shfaq e gjithë kjo kompleksitet? Kjo është pyetja që shkencëtarët ende po përpiqen të përgjigjen. Ka shumë hipoteza.
Disa mendojnë se jeta filloi në pellgje të nxehta pranë sipërfaqes. Të tjerë mendojnë se filloi në ventilator hidrotermal në fund të oqeanit, ku ugji i nsehte i pasur me minerale del nga skorja e tokës. Të tjerë edhe mendojnë se bloqet ndërtimore të jetës mund të kenë ardhur nga hapësira të sjella nga kometat dhe meteoritet. Por pavarësisht se si filloi, fakti mbetet se jeta shfaqet. Dhe pasi shfaqet, ajo filloi të evoluoj. Për miliarda vjet, jeta ishte e thjesht, vetëm qeliza të vetme. Por rreth 2 miliard vjet më parë, ndodhi diçka revolucionare. Një qelizë gulltiti një tjetër, por në vend që ta tret, ajo e mbajti atë gjallë. Kjo qelizë e gëlltitur filloi të funksionojë si një mitokondrie, një organele që prodhon energji. Kjo quhet endosimbiozë dhe ajo ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e jetës. Sepse mitokondria lejuan qelizat të prodhonin shumë më tepër energji se sa më parë. Dhe kjo energji shtesë bëri të mundur evolucionin e qelizave komplekse dhe më vonë organizmave shumë qelizor. Tani, çdo qelizë në trupin tënd, përveç qelizave të kuqe të gjakut, përmban qindra ose mijëra mitokondria. Këto mitokondria janë pasardhës të atyre baktereve të lashta që u gëllitën miliarda vjet më parë. Ato ende kanë ADN-ën e tyre, e cila është e ndryshme nga ADN-ja në bërthamën e qelizës. Kjo është prova që ato dikur ishin organizëm të pavarur. Kështu që kur ti mendon, kur lëviz, kur ndjek, ti po përdor energji që prodhohet nga pasardhës të baktereve të lashta që jetojnë brenda qelizave të tua. Ti nuk je një organizëm i vetëm. Ti je një ekosistem, një koloni e organizmave që punojnë së bashku. Dhe kjo është vetëm fillimi. Trupi yt gjithashtu përmban triliona baktere që jetojnë në zorët e tua, në lëkurën tënde, në gojën tënde. Këto baktere nuk janë parazit, shumica prej tyre janë të dobishme, madje thelbësore. Bakteret në zorët e tua të ndihmojnë të tretësh ushqimin. Ato prodhojnë vitamina që trupi yt nuk mund t'i prodhojë vetë. Ato mbrohen kundër baktereve të dëmshme. Pa këto baktere, ti nuk do të mund të mbjetoje. Në fakt, numri i qelizave bakteriale në trupin tënd është afërsisht i barabartë me numrin e qelizave njerëzore. Ti je gjysmë njeri, gjysmë bakterie. Ose më saktë, ti je një simbiozë, një bashkëpunim midis qelizave njerëzore dhe triliona mikroorganizmave. Kjo ngre një pyetje filozofike interesante. Ku përfundon ti dhe ku fillon jo ti? Nëse trupi yt përmban triliona baktere që janë thelbësore për shëndetin tënd, a janë ato pjesë teje? Nëse mitokondria në qelizat e tua kanë ADN-n e tyre dhe dikur ishin organizëm të pavarur, a janë ato pjesë teje? Në një kuptim, koncepti i një individi të veçantë është një iluzion. Ti nuk je një entitet i vetëm. Ti je një koleksion i organizmave, një ekosistem, një proces që përfshin triliona qeliza dhe mikroorganizma që punojnë së bashku për të krijuar atë që ti e percepton si veten. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për trurin tënd dhe për vetëdijen. Truri yt përmban rreth 100 miliard neuron. Çdo neuron është i lidhur me mijëra neuron të tjerë nëpërmjet sinapsave. Kjo do thotë se ka rreth 100 trilion lidhje në trurin tënd. Numri i konfiguracioneve të mundshme të këtyre lidhjeve është më i madh se numri i atomeve në universin e dukshëm. Këto neuron komunikojnë duke dërguar sinjale elektrike dhe kimike. Kur ti mendon një mendim, një model specifik i neuroneve aktivizohet. Kur ti kujton një kujtesë, një model tjetër aktivizohet. Çdo përvojë që ke, çdo emocion që ndjek, çdo vendim që merr, është rezultat i modeleve komplekse të aktivitetit në trurin tënd. Por këtu është pyetja që ka shqetësuar filozofët dhe shkencëtarët për shekuj. Si krijon ky aktivitet elektrik dhe kimik përvojën subjektive të vetdijes? Si bëhet që të ndihesh si diçka të jesh ti? Kjo quhet problemi i vështirë i vetdijes, dhe ajo mbetet një nga misteret më të mëdha. Ne mund të shpjegojmë si funksionon truri në nivel mekanik. Ne mund të identifikojmë cilat pjesë të trurit janë aktive kur ti mendon për diçka specifike. Ne mund të ndërtojmë modele të detajuara të rrjeteve neuronale, por ne ende nuk mund të shpjegojmë pse e gjithë kjo aktivitet krijon një përvojë subjektive. Pse nuk je thjesht një robot biologjik
që përpunon informacion pa pasur ndonjë përvojë të brendshme. Pse ka diçka që ndihet si të jesh ti? Kjo është një nga pyetjet më të thella që mund të bëjmë, dhe ne ende nuk kemi një përgjigje. Por këtu është diçka që e dim. Vetëdia jote nuk është një gjë statike. Ajo është një proces dinamik që ndryshon çdo moment. Kur ti fle, vetëdia jote ndryshon. Kur ti ndërron, ti përjeton një formë të ndryshme vetdieje. Kur ti je në anestezi, vetëdia jote zhduket plotësisht. Kjo sugjeron se vetëdia nuk është një pronë e një pjese të vetme të trurit. Ajo është një pronë emergjente e të gjithë sistemit. Ajo lind nga ndërveprimet komplekse të miliarda neuroneve që punojnë së bashku. Dhe kur këto ndërveprime prishen, për shembull nga një dëmtim në tru, vetëdia mund të ndryshojë në mënyra dramatike. Ka raste të dokumentuara të njerëzve që kanë pësuar dëmtume në tru dhe kanë humbur aftësi specifike. Disa nuk mund të njohin fytyra, disa nuk mund të formojnë kujtime të reja, disa humbasin aftësinë për të folur, por mund të kuptojnë gjuhën. Disa humbasin aftësinë për të kuptuar gjuhën, por mund të flasin, megjithse ajo që thonë nuk ka kuptim. Këto raste na tregojnë se vetëdia dhe identiteti ynë janë të lidhur ngushtë me strukturën fizike të trurit. Ndryshoni trurin dhe ti ndryshon. Kjo ngre pyetje të vështira. Nëse identiteti yt varet nga struktura e trurit tënd dhe ajo strukturë ndryshon vazhdimisht ndërsa neuronët vdesin dhe zvendçohen, atëhere a je ti i njëjti person që ishe 10 vjet më parë? Në një kuptim, jo. Truri yt ka ndryshuar. Kujtesitë tua kanë ndryshuar. Personaliteti yt ka ndryshuar. Por në një kuptim tjetër, po. Ka një vazhdimsi të përvojës, një ndjenje vazhdueshme e të qenit ti, që shtrihet në përkohë. Kjo vazhdimsi është një iluzion, por një iluzion i fuqishëm. Truri yt krijon një narrativ të vazhdueshme të identitetit tënd, duke lidhur së bashku kujtime, përvojë dhe plane për të ardhmen në një histori koherente. Kjo histori është ajo që ti e percepton si veten. Por nëse shikojmë më thellë, ne shohim se edhe kjo vetë është një konstrukt. Nuk ka një vend të vetëm në tru ku ti jeton. Nuk ka një neuron që përmban thellbin tënd. Në vend të kësaj, ti je një model i shpërndar i aktivitetit që shtrihet në të gjithë trurin. Dhe ky model është indikuar nga gjithçka që të rrethon. Përvojat e tua, marrëdhëniet e tua, kultura jote, gjuha jote, madje edhe bakteret në zorët e tua mund të ndikojnë në humorin dhe sjelljen tënde nëpërmjet aksit zor-tru. Kështu që kur pyesim kush jam unë, përgjigjja është më komplekse se sa mund të duket. Ti nuk je një entitet i vetëm, i qëndrueshëm. Ti je një proces dinamik. Një model i ndryshëm i aktivitetit që lind nga ndërveprimet e triliona qelizave, të ndikuara nga triliona baktere, të formuara nga miliarda vjet evolucioni, të bëra nga atom që u krijuan në yje që vdiqën para se dielli ënd të lind. Ti je një mënyrë që universi ka për të përjetuar veten. Ti je materia e yjeve që ka marrë vetdije. Ti je një dritare nëpërmjet së cilës kozmos shikon veten dhe çuditet. Dhe kjo nuk është vetëm poezi. Kjo është realiteti fizik i ekzistencës së te. Por le të dalim tani nga trupi yt, nga planeti yt, dhe të shikojmë një panoramë më të gjerë. Sepse historia që sapo kemi treguar, historia e atomeve të tua, nuk është unike për ty. Ajo është historia e çdo gjëje që ekziston. Shiko rreth teje. Çdo objekt që sheh, çdo sipërfaqe që prek, çdo aromë që ndjek, është bërë nga e njëjta materie kozmike. Tavani mbi kokën tënde përmban atome oksigjen që u krijuan në yje të kuq gjigant. Dishemeja nën këmbët e tua përmban atome silikon që u formuan në shtresat e jashtme të supernovave. Ajri që po frymar përmban atome azot që kaluan nëpër cikle të panumërta fuzion bërtamor. Por këtu është diçka që do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si e percepton realitetin. Çdo atom në trupin tënd, çdo atom në tokë, çdo atom në sistemin diellor përbën vetëm 4% të masës totale të universit. 4%. Gjithçka që mund të shohim, të prekëm, të matim me instrumentet tona më të sofistikuara, është vetëm një pjesë e vogël e asaj që ekziston. 23% e universit është diçka që ne e quajmë materie e errët. Ne nuk mund ta shohim, ne nuk mund ta detektojmë drejt për drejt, por ne e dim se ekziston sepse mund të shohim efektet e saj gravitacionale.
Galaksikat rrotullohen shumë shpejt për të qëndruar së bashku vetëm me materien që mund të shohim. Duhet të ketë diçka tjetër atje, diçka e padukshme që i mban ato së bashku. Dhe 73% e universit është diçka edhe më e çuditshme. Energjia e errët. Kjo është një forcë misterioze që po shtyn universin të zgjerohet me një ritëm gjithnjë më të shpejt. Ne nuk e dim se çfarë është. Ne nuk e dim nga vjen, por ne mund të masim efektet e saj. Dhe ato efekte po formsojnë fatin e të gjithë kozmosit. Kjo do të thotë se ti, me të gjithë atomet e tua të krijuara në yje, je bërë nga lloji më i rrallë i materisë në univers. Ti je bërë nga ajo 4% që ndriçon, që ndërvepron, që mund të formojë struktura komplekse. Pjesa tjetër, 96% e universit, është një mister i plot. Por le të qëndrojmë me atë 4% që e kuptojmë, sepse edhe brenda kësaj pjese të vogël ka një histori të jashtëzakonshme për të treguar. Imagjino që mund të udhëtoje mbrapsht në kohë, jo vetëm disa miliard vjet, por deri në fillimin absolut. 14 miliard vjet më parë, i gjithë universi i dukshëm, me të gjitha galaksikat e tij, me të gjithë yjet e tij, me të gjithë planetet e tij, ishte i ngjeshur në një hapësirë më të vogël se një atom. Temperatura ishte e pafundme. Dëndësia ishte e pafundme. Ligjet e fizikës, siç i njohim ne, nuk aplikoheshin. Dhe pastaj, në një moment që ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht, diçka ndodhi. Universi filloi të zgjerohet. Jo në hapësirë ekzistuese, por duke krijuar vetë hapësirën ndërsa zgjerohet. Në 1 triliontin e 1 trilionti të 1 trilionti të 1 sekonde, universi u rrit nga më i vogël se një atom në më të madh se një portokall. Kjo quhet inflacion kozmik, dhe ajo është një nga idetë më të çuditshme në të gjithë fizikën. Por pse ndodhi kjo? Çfarë shkaktoi Big Bangun? Kjo është një pyetje që shkencëtarët ende po luftojnë. Disa thonë se universi ynë mund të jetë një nga shumë universi që lindin vazhdimisht nga një shkum kuantike e realitetit. Të tjerë thonë se koha vetë filloi me Big Bangun, kështu që të pyesesh çfarë ishte para, nuk ka kuptim, sepse nuk kishte para. Por pavarësisht se si filloi, ajo që e dim është se në ato momente të para, universi ishte një vend i thjesht në mënyrë të mahnitshme. Vetëm energji e pastër, duke u kthyer ngadalë në grincat më elementare të materisë. Kuarke dhe gluon, elektron dhe pozitron, neutrin, që mezi ndërvepronin me gjithçka tjetër. Ndërsa universi zgjerohet, ai u ftoh, dhe ndërsa u ftoh, grincat filluan të bashkohen në struktura më komplekse. Kuarket u bashkuan për të formuar proton dhe neutron. Protonët dhe neutronët u bashkuan për të formuar bërthamat e lehta. Dhe rreth 378.000 vjet pas Big Bangut, universi u ftoh mjaftueshëm për elektronët të kapeshin nga bërthama, duke formuar atomet e para. Ky moment quhet rekombinacion, dhe ai shënoi një ndryshim fundamental në natyrën e universit. Para rekombinacionit, universi ishte i errët, një mjegull e dendur e plazmës ku fotoni nuk mund të udhëtonin lirshëm. Por pasi atomet u formuan, fotoni papritur mund të udhëtonin pa u shpërndar. Universi u bë transparent. Ato fotone ende udhëtojnë nëpër univers sot. Ne i quajmë ato rrezatimi kozmik i sfondit të mikrovallëve, dhe ato janë drita më e vjetër që mund të shohim. Kur astronomët studiojnë këtë rrezatim, ata po shikojnë një fotografi të universit kur ai ishte vetëm 378.000 vjet i vjetër. Ata po shikojnë mbrapsht në kohë, pothuajse deri në fillimin e gjithçkaje. Dhe ajo që ata shohin është e mahnitshme. Universi i hershëm nuk ishte plotësisht uniform. Kishte fluktuacione të vogla në densë, vende ku materia ishte pak më e dendur se vendet e tjera. Këto fluktuacione ishin të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por ato ishin mjaftueshëm, sepse graviteti filloi të punojë mbi këto fluktuacione, duke tërhequr më shumë materie në rajonet më të densa. Gjatë vjetra milion vjetësh, këto rajonet u rriten. Ato u bën re gjigante gazi, dhe brenda këtyre reve, graviteti vazhdoi të tërheq materien së bashku, derisa presioni dhe temperatura në qendër u bën aq të larta sa filloi fuzioni bërthamor.
Yjet e parë u ndezen. Por këta yje të parë nuk ishin si dielli ynë. Ata ishin monstruozisht të mëvenj, disa me 100 ose madje 200 herë masa e diellit, dhe ata jetonin jetë të shkurtra, intensive. Në vetëm disa milion vjet, ata digjën të gjithë karburantin e tyre dhe shpërtyen si supernova, duke hedhur në hapësirë elementet e para më të rënda se heliumi. Këto elemente u përzien me gazin e hidrogenit dhe heliumit që ende lundronte në hapësirë, dhe nga ky gaz i pasuruar u formua një gjenerat e re yjesh. Këta yje të gjeneratës së dytë ishin më të vegjël, më të gjatë jetës, dhe ata krijuan edhe më shumë elemente të rënda. Kur ata vdiqën, ata i shtuan këto elemente në përzierjen kozmike, dhe procesi vazhdoi, gjenerat pas gjenerate. Çdo gjenerate e re, yjesh ishte më e pasur me elemente të rënda se e mëparshmja. Çdo supernova shtonte në pasurimin kimik të universit. Dhe ngadalë, gjatë miliarda vjetësh, universi u transformua nga një vend i thjesht kimikisht në një vend ku ishin të mundshme struktura komplekse. Tani, rreth 9 miliard vjet pas Big Bangut, në një cep i paveçantë një galaksie spirale mesatare, një re gazi filloi të kolapsoj. Kjo re ishte e pasuruar me elementet nga gjenerata të shumta yjesh të mëparshëm. Ajo përmbante jo vetëm hidrogen dhe helium, por edhe karbon, oksigjen, azot, hekur dhe vjetra elemente të tjera. Në qendrën e kësaj reje u formua një yll i ri, dielli ynë, dhe rreth tij, nga materiali i mbetur, filloi të formohej një sistem planetar. Grimcat e vogla të pluhurit u përplasën dhe u ngjitur së bashku. Ato u bën shkëmbinj. Shkëmbinjt u bën planetoid. Dhe planetoidët, nëpërmjet miliarda kolizionesh, formuan planetët. Një nga këta planet ishte Toka. Në fillim, ajo ishte një vend infernal, i bombarduar vazhdimisht nga asteroide dhe kometa. Sipërfaqja ishte e shkrirë, atmosfera ishte toksike. Por ngadalë, gjatë vjetra milion vjetësh, Toka u ftoh, uji u kondensua për të formuar okeane, atmosfera u stabilizua, dhe në një moment, rreth 4 miliard vjet më parë, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Jeta filloi. Ne nuk e dim saktësisht si, por ne e dim se pasi filloi, ajo nuk ndalloi kurrë. Për 4 miliard vjet, jeta ka ekzistuar në këtë planet, duke evoluar, duke u diversifikuar, duke u përshtatur me çdo mjedis të mundshëm. Nga ventilatorët hidrotermal në thellësitë e oqeanit deri në majat më të larta të maleve, nga shkrettirat më të thata deri në pylet më të lagështa. Jeta ka gjetur një mënyrë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, jeta ka qenë e ndërlidhur me kozmosin. Çdo atom në çdo organizëm të gjallë erdhi nga yjet. Çdo foton energjie që fuqizon fotosintezën vjen nga fuzioni bërthamor në diel. Çdo cikël i karbonit, i azotit, i oksigjenit është pjesë e një cikli më të madh kozmik që përfshin yjet, hapësirën ndërhyjore dhe planetët. Por këtu është diçka që vërtet të bën të ndalesh. Jeta në Tokë nuk është thjesht një dukuri lokale. Ajo është pjesë e një procesi kozmik. Elementet që e bëjnë të mundur jetën u krijuan në yje. Energjia që e fuqizon jetën vjen nga yjet. Dhe informacioni që kodon jetën, ADN-ja, është i shkruar në një gjuhë kimike që përdor atom të krijuar në yje. Kjo do të thotë se jeta nuk është diçka që ndodhi në univers. Jeta është diçka që universi bëri. Ajo është një shprehje natyrore e ligjeve të fizikës dhe kimisë, duke vepruar gjatë miliarda vjetësh në kushtet e duhura. Dhe nëse kjo është e vërtet për Tokën, pse nuk do të ishte e vërtet për vende të tjera? Galaksia jon përban rreth 200 miliard yje. Universi dukshëm përban rreth 2 trilion galaksi. Kjo do të thotë se ka rreth 100 milion trilion yje në universin e dukshëm. Dhe studimet e fundit sugjerojnë se shumica e këtyre yjeve kanë planet. Le të jemi konservator. Le të themi se vetëm 1 në 1 milion yje ka një planet në zonën e banueshme, ku temperatura është e duhur për ujin e lëngshëm.
Kjo do të thotë se ka rreth 100 milion trilion planet potencialisht të banueshëm në universin e dukshëm. Tani, le të jemi edhe më konservator. Le të themi se vetëm 1 në 1 milion nga këta planet zhvillon jetë. Kjo do të thotë se ka rreth 100 milion miliard vende në univers ku ekziston jeta. Dhe nëse vetëm 1 në 1 milion nga këto zhvillon jetë inteligjente, kjo do të thotë se ka rreth 100 milion qytetërime në universin e dukshëm. Këto janë vlerësime shumë konservatore. Realiteti mund të jetë shumë më i pasur. Por edhe me këto numra, një gjë është e qartë. Ne nuk jemi vetëm. Universi është plot me jetë, plot me inteligjencë, plot me qenie që po shikojnë yjet e tyre dhe po pyesin të njëjtat pyetje që po bëjmë ne. Por këtu është paradoksi. Nëse ka kaq shumë qytetërime atje jashtë, pse nuk kemi dëgjuar nga ato? Kjo quhet paradoksi i Fermit, dhe ajo është një nga pyetjet më intriguese në shkencë. Ka shumë përgjigje të mundshme. Ndoshta distancat janë thjesht shumë të mëdha. Galaksia jonë është 100.000 vjet drite në diametër. Edhe nëse një qytetërim dërgon një sinjal me shpejtësinë e dritës, do të duheshin vjetra mijëra vjet për të arritur në anën tjetër të galaksisë. Dhe universi është shumë më i madh se galaksia jonë. Ndoshta qytetërimet nuk zgjasin mjaftueshëm gjatë. Ndoshta ka një filter të madh që shumica e qytetërimeve nuk mund ta kalojnë. Ndoshta ato vetë shkatërohen nëpërmjet luftës, ndotjes ose ndonjë katastrofe tjetër. Ndoshta ne jemi një nga qytetërimet e para që arrin në këtë nivel teknologjik dhe të tjerët ende nuk kanë evoluar. Ose ndoshta ato janë atje, por ne thjesht nuk po shikojmë në vendin e duhur ose nuk po dëgjojmë në frekuencat e duhura. Ndoshta ato përdorin teknologji komunikimi që ne ende nuk i kemi zbuluar. Ndoshta ato po na vëzgojnë, por kanë vendosur të mos ndërhyjnë. Ne nuk e dim përgjigjen, por ajo që e dim është se pyetja vetë është e rëndësishme, sepse ajo na detyron të mendojmë për vendin ton në univers, për përgjithësinë ton si një qytetërim, për fatin ton të mundshëm. Dhe kjo na sjell te një realizim i thellë. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues të universit. Ne jemi pjesëmarrës. Çdo vendim që marrim, çdo veprim që ndërmarrim, ka pasoja që shtrihen përtej jetës son individuale. Ne jemi pjesë e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet, dhe veprimet tona sot do të formsojnë atë histori për miliarda vjet në të ardhmen. Mendoje këtë. Çdo atom karbon që çlirohet kur digjet karburanti fosil ishte dikur pjesë e një bime që jetoi miliona vjet më parë. Ajo bim e mori atë karbon nga atmosfera, dhe ajo atmosferë e mori atë karbon nga procese gjeologjike që ciklojnë karbonin midis shkëmbinjve, okeaneve dhe ajrit gjatë miliona vjetësh. Por tani, në vetëm disa qindra vjet, ne po çlirojmë karbon që u sekuestrua gjatë qindra milion vjetësh. Ne po ndryshojmë përbërjen e atmosferës më shpejt se sa ka ndodhur ndonjëherë në historinë e tokës, përveç gjatë katastrofave masive. Dhe kjo po ka pasoja që do të zgjasin për mijëra vjet. Kjo nuk është një gjykim moral, kjo është thjesht një fakt fizik. Veprimet tona kanë pasoja, dhe këto pasoja shtrihen përtej gjeneratës son, përtej specieve son, përtej planetit ton. Sepse ne jemi të lidhur me gjithçka tjetër në univers nëpërmjet atomeve që na përbëjnë, nëpërmjet energjisë që na fuqizon, nëpërmjet ligjeve të fizikës që na qeverisin. Por kjo lidhje nuk është vetëm fizike, ajo është edhe filozofike. Sepse kur e kuptojmë se jemi bërë nga materia e yjeve, kur e kuptojmë se çdo atom në trupin ton ka një histori miliarda vjeçare, kur e kuptojmë se jemi pjesë e një procesi kozmik që shtrihet nga Big Bangu deri në të ardhmen e largët, diçka ndryshon në mënyrën se si e shohim veten. Ne nuk jemi më qenie të izoluara, të shkëputura nga pjesa tjetër e universit. Ne jemi pjesë e tij në mënyrën më të drejtë të mundshme. Ne jemi mënyra që universi ka për të përjetuar veten, për të kuptuar veten, për të çuditur për veten. Dhe kjo ngre një pyetje të thellë. Nëse ne jemi pjesë e universit, nëse ne jemi bërë nga e njëjta materie që përbën yjet dhe galaksikat, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e vetdijes? A është vetdia një pronë fundamentale e universit?
diçka që lind natyrshëm kur materia organizohet në mënyra mjaftueshëm komplekse? Disa shkencëtar dhe filozof mendojnë se po. Ata argumentojnë se vetëdia nuk është diçka që shtohet në materien e pajet. Në vend të kësaj, ajo është një pronë emergjente që lind nga kompleksiteti. Ashtu si temperatura është një pronë emergjente e lëvizjes së molekulave, vetëdia mund të jetë një pronë emergjente e organizimit kompleks të materisë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë vetëdia nuk është e kufizuar në trut biologjik. Çdo sistem mjaftueshëm kompleks, pavarësisht se si është ndërtuar, mund të zhvillojë një formë vetdieje. Kjo do të thotë se në të ardhmen ne mund të krijojmë inteligjencë artificiale që është vërtet e vetëdijshme. Dhe kjo do të thotë se diku atje, jashtë në univers, mund të ketë forma vetëdieje që janë kaq të ndryshme nga tonat sa ne mezi mund t'i njohim si të tilla. Por edhe nëse vetëdia është e rrallë, edhe nëse ne jemi një nga vetëm një grusht qytetërimesh në të gjithë universin e dukshëm, kjo nuk na bën më pak të veçantë. Në fakt, ajo na bën edhe më të veçantë. Sepse do të thotë se ne jemi një nga mënyrat e pakta që universi ka për të kuptuar veten. Mendoje sa e jashtëzakonshme është kjo. Për 14 miliard vjet, universi ka ekzistuar duke evoluar nga një sup i thjeshtë i energjisë në një kozmik plot me galaksi, yje, planet dhe jetë. Dhe tani, në këtë moment, në këtë planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar në një cep të paveçantë të një galaksie mesatare, një pjesë e atij universi ka bërë të mundur vetëdijen. Ti je ajo pjesë. Ti je mënyra që universi shikon veten. Kur ti shikon yjet, universi po shikon veten. Kur ti çuditesh për origjinën tënde, universi po çuditet për origjinën e vet. Kur ti kërkon kuptim, universi po kërkon kuptim. Kjo nuk është metaforë, kjo është realitet fizik. Atomet që përbëjnë trurin tënd, neuronët që krijojnë mendimet e tua, vetdia që përjeton këto mendime, janë të gjitha pjesë e universit. Nuk ka ndarje midis teje dhe kozmosit. Ti je kozmos. Dhe kjo na sjell te një realizim final. Një realizim që mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si e jetojmë jetën tonë. Nëse ne jemi pjesë e universit, nëse ne jemi bërë nga e njëjta materie që përbën gjithçka tjetër, atëherë çdo gjë që i bëjmë universit, ne ja bëjmë vetes. Kur ne ndotim oqanet, ne po ndotim ujin që përbën 70% të trupit tonë. Kur ne shkatërrojmë pyjet, ne po shkatërrojmë sistemet që prodhojnë oksigjeni që frymëmarrim. Kur ne çlirojmë karbon në atmosferë, ne po ndryshojmë klimën që ka bërë të mundur qytetërimin tonë. Por e kundërta është gjithashtu e vërtet. Kur ne mbrojmë natyrën, ne po mbrojmë veten. Kur ne kujdesemi për planetin, ne po kujdesemi për shtëpinë tonë. Kur ne punojmë për të krijuar një të ardhme të qëndrueshme, ne po punojmë për të siguruar që historia kozmike që ka çuar te ne të vazhdojë. Sepse ne nuk jemi fundi i asaj historie. Ne jemi vetëm një kapitull. Atomet që na përbëjnë do të vazhdojnë të ekzistojnë shumë kohë pasi ne të kemi vdekur. Ato do të bëhen pjesë e organizmave të tjerë, të shkëmbinjve të tjerë, ndoshta edhe të yjeve të tjerë. Historia kozmike do të vazhdojë, me ose pa ne. Por ne kemi një zgjedhje. Ne mund të jemi një kapitull i shkurtër, një eksperiment i dështuar në vetdijen kozmike. Ose ne mund të jemi fillimi i diçkaje më të madhe, një hap në evolucionin e vazhdueshëm të universit, drejt kompleksitetit dhe kuptimit më të madh. Zgjedhja është e jona. Dhe ajo fillon me kuptimin se ne nuk jemi të veçantë nga universi. Ne jemi universi. Çdo atom në trupin ton është një dëshmi e kësaj lidhje. Çdo mendim në trurin ton është një shprehje e kësaj lidhje. Çdo veprim që ndërmarrim është një pjesë e historisë kozmike që vazhdon të zhvillohet. Kjo është e vërteta që shkenca na ka zbuluar. Kjo është realiteti që fizika, kimia, astronomia dhe biologjia na kanë treguar. Ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Ne jemi fëmijët e kozmosit. Ne jemi mënyra që universi ka për të kuptuar veten. Dhe kur e kuptojmë këtë, kur vërtet e brëndësojmë këtë të vërtet, diçka ndryshon. Ndjenja e shkëputjes zhduket. Ndjenja e vetmis zhduket.
Sepse si mund të ndihesh i vetëm kur ti je bërë nga e njëjta materie që përbën yjet? Si mund të ndihesh i shkëputur kur çdo atom në trupin tënd ka një histori që lidhet me historinë e të gjithë universit? Ne nuk jemi vizitor në këtë univers, ne jemi banor vendas. Ne i përkasim këtu, sepse ne jemi bërë nga këtu. Çdo frymëmarrje që marrim, çdo hap që hedhim, çdo mendim që mendojmë është pjesë e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet dhe do të vazhdojë për miliarda vjet në të ardhmen. Dhe kjo histori nuk është vetëm për ne. Ajo është për çdo gjë që ekziston. Çdo yll që ndriçon në qiell, çdo planet që rrotullohet në errësirë, çdo molekul që lundron në hapësirën ndërjore, çdo atom që ka ekzistuar ndonjëherë ose do të ekzistojë ndonjëherë. Të gjitha janë pjesë të njëjtës historie, të gjitha janë të lidhura nëpërmjet ligjeve të fizikës, të gjitha janë shprehje të njëjtit univers që po përpiqet të kuptojë veten. Dhe ne, me vetëdijen tonë, me aftësinë tonë për të çuditur dhe për të kuptuar, jemi një nga mënyrat më të fuqishme që universi ka për të arritur atë kuptim. Ne jemi sytë nëpërmjet të cilëve kozmos shikon veten. Ne jemi mendja nëpërmjet së cilës universi mendon për veten. Kjo është përgjithësia jonë. Kjo është privilegji ynë. Dhe kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Por tani le të ndalmi për një moment, sepse e di saktësisht se çfarë po mendon. Kjo t'i ngëllon bukur, poetike madje. Por a nuk është kjo thjesht një mënyrë e bukur për të folur për kimik? A nuk po e mbivlerësojmë rëndësinë e faktit se jemi bërë nga atom të krijuar në yje? Kjo është një poetie drejtë, dhe merita e shkencës së vërtet është se ajo nuk i shmang poetjet e vështira. Kështu që le të jemi plotësisht të sinqertë për atë që e dim dhe atë që nuk e dim. Po, është e vërtet se çdo atom në trupin tënd u krijua në një yll. Kjo nuk është poezi, kjo është fizikë e verifikueshme. Ne mund të gjurmojmë raportet e izotopeve, ne mund të llogarisim temperaturat dhe presionet e nevojshme, ne mund të simulojmë procesin në laborator. Shkenca këtu është e fortë. Por kur ne themi se ti je universi që ka marrë vetdije për veten, a nuk po bëjmë një kërcim shumë të madh? A nuk po i japim kuptim poetik fakteve të thata shkencore? Ndoshta, por le të shikojmë se sa larg mund të na çojnë faktet e thata. Fakti 1. Ti je bërë nga atom. Kjo nuk diskutohet. Fakti 2. Këta atom u krijuan në yje nëpërmjet proceseve bërthamore. Kjo gjithashtu nuk diskutohet. Fakti 3. Këta atom janë organizuar në një strukturë aq komplekse sa ajo ka prodhuar vetdijen. Këtu bëhet më interesante, sepse çfarë është vetdia? Ne nuk e dim. Kjo është e vërteta e ndershme. Ne mund të identifikojmë korelacionet neuronale të vetdijes. Ne mund të shohim cilat pjesë të trurit aktivizohen kur ti mendon, ndjek, vendos. Por pse këto procese fizike krijojnë një përvojë subjektive? Pse ka diçka që ndihet si të jesh ti? Kjo mbetet një nga misteret më të mëdha të shkencës. Disa shkencëtarë argumentojnë se vetdia është një iluzion, një produkt ansor i procesimit të informacionit në tru. Të tjerë argumentojnë se ajo është një pronë fundamentale e universit, diçka që ekziston në nivele të ndryshme kompleksiteti. Të tjerët thonë se pyetja vet mund të jetë e keqformuluar, se ne po përpiqemi të aplikojmë kategori që nuk përshtaten me realitetin. Ne nuk e dim. Dhe kjo është në rregull, sepse mosnjoja është fillimi i kuptimit të vërtet. Por këtu është ajo që e dim me siguri. Pavarësisht se si funksionon vetdia, ajo është një proces fizik. Ajo varet nga struktura e trurit tënd. Ajo kërkon energji. Ajo ndjek ligjet e fizikës dhe kimisë. Dhe truri yt, me të gjithë kompleksitetin e tij të mahniqëm, është bërë nga atom që u krijuan në yje. Kjo do thotë se çdo mendim që ke, çdo emocion që ndjek, çdo vendim që merr, është në fund rezultati i ndërveprimeve midis atomeve që kanë një histori miliarda vjeçare. Atomet që tani janë duke krijuar mendimin unë ekzistoj, kanë kaluar në përzemrat e yjeve, kanë bjetuar shpërthime që kanë ndriçuar galaksi të tëra, kanë udhëtuar në përhapësirë për miliarda vjet. A e bën kjo vetdijen tënde më pak reale? Jo.
A e bën atë më pak të rëndësishme? Absolutisht jo. Në fakt, ajo e bën edhe më të jashtëzakonshme, sepse do të thotë se vetëdia nuk është diçka që shtohet në universin fizik. Ajo është diçka që universi fizik bën kur organizohet në mënyra të caktuara. Por le të shkojmë edhe më thellë në skepticizëm, sepse ka një pyetje tjetër që duhet të bëjmë. Edhe nëse pranojmë se jemi bërë nga materia e yjeve, çfarë rëndësie ka kjo praktikisht? A ndryshon kjo diçka në mënyrën se si duhet të jetojmë jetën tonë? Kjo është një pyetje thelbësore. Dhe përgjigja nuk është aq e thjeshtë sa mund të shpresojmë. Në një nivel, jo, nuk ndryshon asgjë. Ti ende duhet të zgjohem në mëngjes. Ti ende duhet të hash, të flesh, të punosh, të ndërveprosh me njerëzit rreth teje. Fakti se atomet e tua u krijuan në yje nuk të paguan qiran. Ai nuk të shëron sëmundjet. Ai nuk zgjidh problemet e tua personale. Por në një nivel tjetër, më të thellë, ai ndryshon gjithçka. Sepse ai ndryshon kornicën nëpërmjet së cilës e shikon ekzistencën tënde. Shumica e njerëzve jetojnë me një ndjenjë të shkëputjes. Ne ndihemi të veçantë nga natyra, të veçantë nga universi, madje të veçantë nga njerëzit e tjerë. Ne shohim veten si individ të izoluar, duke lundruar nëpër një univers indiferent. Kjo ndjenjë e shkëputjes është burimi i shumë vuajtjeve njerëzore. Ajo krijon frikë, vetmi, një ndjenjë se jeta nuk ka kuptim. Por kur e kuptojmë se jemi bërë nga e njëjta materie që përbën yjet, kur e kuptojmë se çdo atom në trupin ton ka një histori që lidhet me historinë e të gjithë universit, kur e kuptojmë se ne nuk jemi të veçantë nga natyra, por jemi një shprehje e natyrës, diçka ndryshon. Ndjenja e shkëputjes fillon të zbehet. Sepse si mund të ndihesh i shkëputur kur ti je bërë nga e njëjta materie që përbën gjithçka tjetër? Si mund të ndihesh i vetëm kur çdo atom në trupin tënd ka një histori që lidhet me historinë e të gjithë kozmosit? Por le të jemi të qartë. Kjo nuk është një zgjidhje magjike për të gjitha problemet e jetës. Kjo nuk do të thotë se nuk do të vuash më, se nuk do të ndihesh i vetëm më, se jeta papritur do të bëhet e lehtë. Jeta është ende e vështirë. Vuajtja është ende reale. Vdekja është ende e pashmangshme. Por ajo që ndryshon është konteksti. Kur e kuptojmë se jemi pjesë e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet, vuajtjet tona personale nuk humbasin rëndësinë, por ato marrin një perspektivë të re. Ne jemi ende të rëndësishëm. Përvojat tona ende kanë vlerë, por ne gjithashtu jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Dhe kjo na sjell te një realizim kritik. Nëse ne jemi pjesë e universit, nëse ne jemi bërë nga e njëjta materie që përbën yjet dhe galaksikat, atëherë çdo gjë që i bëjmë universit, ne ja bëjmë vetes. Kjo nuk është një metaforë. Kjo është një fakt fizik. Kur ne ndotim ajrin, ne po ndotim ajrin që frymëmarrim. Kur ne shkatërrojmë ekosistemet, ne po shkatërrojmë sistemet që na mbajnë gjallë. Kur ne çlirojmë karbon në atmosferë, ne po ndryshojmë klimën që ka bërë të mundur qytetrimin ton. Kjo nuk është një çështje morale abstrakte. Kjo është një çështje e mbijetesës fizike. Por përsëri, le të jemi skeptik. A nuk po përdorim shkencën për të justifikuar një agjendë politike? A nuk po përziejmë faktet me vlerat? Jo. Faktet janë të qarta. Ne po ndryshojmë përbërjen e atmosferës. Ne po ngrojim planetin. Ne po shkaktojmë ekstinksionin e specieve me një ritëm që nuk është parë që nga shkatërrimi i dinosaurëve 66 milion vjet më parë. Këto janë fakte të matshme, të verifikueshme. Ato nuk janë opinione politike. Çfarë të bëjmë me këto fakte është një pyetje e vlerave, por vetë faktet nuk janë të diskutueshme. Dhe kur i kuptojmë këto fakte në kontekstin e lidhjes son me universin, kur e kuptojmë se ne nuk jemi të veçantë nga natyra, por jemi pjesë e saj, zgjedhja bëhet më e qartë. Ne mund të zgjedhim të jetojmë si të shkëputur, duke shfrytzuar burimet e planetit pa menduar për pasojat, ose ne mund të zgjedhim të jetojmë si pjesë e një tërësie më të madhe, duke kuptuar se shëndeti i planetit është shëndeti ynë, se e ardhmja e jetës në tokë është e ardhmja jonë. Por edhe këtu le të jemi të sinqertë. Kjo nuk është e lehtë.
Sepse ne jemi krijuar nga evolucioni për të menduar në terma afat shkurtër, për t'u përgjigjur kërcënimeve të menjëhershme, për të konkuruar për burime. Ne nuk jemi krijuar për të menduar në shkallë kozmike, për të planifikuar për mijëra vjet në të ardhmen, për të kuptuar pasojat globale të veprimeve tona lokale. Kjo është arsyeja pse shkenca është aq e rëndësishme, sepse shkenca na jep mjetet për të tejkaluar kufizimet e intuicionit ton. Ajo na lejon të shohim modele që janë shumë të mëdha ose shumë të vogla për të perceptuar drejt për drejt. Ajo na lejon të kuptojmë lidhje që janë shumë komplekse për të kapur me arsyeën e zakonshme. Dhe kur e përdorim shkencën për të kuptuar vendin ton në univers, ne zbulojmë diçka të jashtëzakonshme. Ne zbulojmë se ne nuk jemi aksident kozmik. Ne jemi rezultati një procesi që ka zgjatur miliarda vjet. Ne jemi mënyra që universi ka për të kuptuar veten. Por këtu është pjesa që vërtet duhet të na bëjë të ndalemi, sepse nëse ne jemi mënyra që universi ka për të kuptuar veten, atëherë çfarë ndodh nëse ne dështojmë? Çfarë ndodh nëse ne shkatërrojmë veten para se të kemi arritur potencialin ton të plot? Universi do të vazhdojë. Yjet do të vazhdojnë të ndizen dhe të vdesin. Galaksikat do të vazhdojnë të rrotullohen. Atomet do të vazhdojnë të ciklojnë në forma të ndryshme, por një mundësi do të jetë humbur. Mundësia që kjo pjesë e veçantë e universit, kjo koleksion atomësh që quhet njerëzimi, të arrijë kuptimin e plot të origjinës së saj dhe vendit të saj në kozmos. Kjo nuk është për të na bërë të ndihemi fajtor. Kjo është për të na bërë të kuptojmë se çfarë është në rrezik. Ne nuk jemi thjesht duke luftuar për mbijetesën e specieve tona. Ne jemi duke luftuar për vazhdimin e një procesi që ka zgjatur 14 miliard vjet. Ne jemi duke luftuar për mundësinë që universi të vazhdojë të kuptojë veten nëpërmjet nesh. Dhe kjo na sjell te pyetja më e madhe e të gjitha. Çfarë është qëllimi i gjithë kësaj? Pse ekziston universi? Pse ka diçka në vend ta zgjoje? Kjo është një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet. Jo sepse shkenca është e kufizuar, por sepse pyetja vet mund të jetë përtej fushës së shkencës. Shkenca mund të na tregojë si funksionon universi. Ajo mund të na tregojë nga erdhi, ajo mund të na tregojë ku po shkon, por ajo nuk mund të na tregojë pse. Ose ndoshta pyetja pse nuk ka kuptim. Ndoshta universi thjesht është. Ndoshta nuk ka qëllim, asnjë arsye, asnjë kuptim përtej atij që ne i japim. Ndoshta ne jemi ata që krijojnë kuptimin, jo duke e zbuluar atë, por duke e ndërtuar atë nëpërmjet jetës son, veprimeve tona, zgjedhjeve tona. Kjo mund të t'ingëllojë deprimuese, nëse nuk ka qëllim kozmik, nëse ne jemi thjesht aksident të rastësishëm në një univers indiferent, atëherë çfarë rëndësie ka gjithçka? Por mendoje nga një këndvështrim tjetër. Nëse nuk ka qëllim i paraqaktuar, atëherë ne jemi të lirë të krijojmë qëllimin ton. Nëse nuk ka kuptim kozmik, atëherë ne jemi të lirë të krijojmë kuptimin ton. Nëse universi nuk na tregon se si të jetojmë, atëherë ne jemi të lirë të zgjedhim. Dhe kjo liri është si friksuese, ashtu edhe çliruese, sepse do të thotë se ne jemi përgjegjës, jo ndaj një zoti kozmik, jo ndaj një plani të paraqaktuar, por ndaj vetes, ndaj njëri tjetrit, ndaj planetit që na ka krijuar, ndaj universit që na ka bërë të mundur. Kjo përgjegjësi nuk është një barr, ajo është një privilegj, sepse do të thotë se ne kemi fuqinë për të formsuar të ardhmen. Ne kemi fuqinë për të vendosur se çfarë do të bëhet me këtë pjesë të universit që quhet njerëzimi. Ne kemi fuqinë për të zgjedhur nëse do të jemi një kapitull i shkurtër në historinë kozmike ose fillimi i diçkaje më të madhe. Por për të bërë këtë zgjedhje me mençuri, ne duhet të kuptojmë se nga kemi ardhur. Ne duhet të kuptojmë se jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Ne duhet të kuptojmë se çdo atom në trupin ton ka një histori që shtrihet mbrapsht në kohë deri në Big Bang. Ne duhet të kuptojmë se ne nuk jemi të veçantë nga universi, por jemi një shprehje e tij. Dhe kur e kuptojmë këtë, kur vërtet e brëndësojmë këtë të vërtet, diçka ndryshon. Pyetjet që bëjmë ndryshojnë, zgjedhjet që bëjmë ndryshojnë. Mënyra se si e shohim veten dhe vendin ton në univers ndryshon.
Ne nuk jemi më qenie të vogla, të parëndësishme, të humbura në një univers të madh dhe indiferent. Ne jemi pjesë e atij universi. Ne jemi mënyra që ai ka për të përjetuar veten, për të kuptuar veten, për të krijuar kuptim dhe bukuri dhe dashuri. Dhe kjo është arsyeja pse historia e atomeve tona është kaq e rëndësishme. Jo sepse ajo na bën special në një kuptim kozmik, por sepse ajo na tregon se ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, të lidhur me të gjitha formatet tjera të jetës, të lidhur me planetin, të lidhur me yjet, të lidhur me vetë universin. Kjo lidhje nuk është abstrakte, ajo është fizike, ajo është kimike, ajo është e matshme. Dhe kur e kuptojmë këtë lidhje, kur e shohim veten si pjesë e një tërësie më të madhe, ne fillojmë të bëjmë zgjedhje të ndryshme. Zgjedhje që reflektojnë kuptimin se ne nuk jemi të veçantë, por jemi të lidhur. Kjo është transformimi që shkenca mund të sjellë. Jo vetëm njohuri për faktet, por një ndryshim në vetdijen tonë, një ndryshim në mënyrën se si e shohim veten dhe vendin tonë në univers, një ndryshim që mund të na udhëheqë drejt një të ardhmeje ku ne jetojmë në harmoni me planetin që na ka krijuar dhe me universin që na ka bërë të mundur. Por kjo kërkon diçka nga ne. Ajo kërkon që ne të shkojmë përtej njohurive sipërfaqësore. Ajo kërkon që ne të mendojmë thellë për atë që do të thotë të jesh njeri në një univers prej 14 miliard vjetësh. Ajo kërkon që ne të përballemi me pyetjet e mëdha, pyetjet që nuk kanë përgjigje të lehta. Kush jemi ne? Nga kemi ardhur? Ku po shkojmë? Çfarë është qëllimi ynë? Çfarë përgjegjësie kemi? Këto janë pyetje që çdo gjenerat duhet t'i bëjë përsëri, sepse përgjigjet ndryshojnë, ndërsa njohuria jon rritet. Ajo që e din gjenerata jon për universin është shumë më tepër se ajo që e dinin gjeneratat e mparshme, dhe gjeneratat e ardhshme do të dinë edhe më shumë. Por pavarësisht se sa shumë mësojmë, do të ketë gjithmonë mistere, do të ketë gjithmonë pyetje pa përgjigje, do të ketë gjithmonë kufi në kuptimin tonë. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk pretendon se ka të gjitha përgjigjet. Ajo nuk pretendon se ka arritur të vërtetën përfundimtare. Në vend të kësaj, ajo pranon kufizimet e saj. Ajo pranon se ka gjëra që ne nuk i dim. Ajo pranon se ka gjëra që ne mund të mos i dim kurrë. Por kjo mosnjohje nuk është dobësi. Ajo është forcë. Sepse ajo na mban të hapur. Ajo na mban kurioz. Ajo na mban duke kërkuar, duke eksploruar, duke mësuar. Dhe ndërsa vazhdojmë të mësojmë, ndërsa vazhdojmë të zbulojmë më shumë për universin dhe vendin tonë në atë, historia e atomeve tona bëhet edhe më e pasur, edhe më komplekse, edhe më e mahniqme. Ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Kjo është e vërteta. Por ajo nuk është e gjithë e vërteta, sepse ne jemi gjithashtu diçka më shumë. Ne jemi qenie që mund të kuptojnë origjinën e tyre. Ne jemi qenie që mund të çuditen për vendin e tyre në univers. Ne jemi qenie që mund të zgjedhin se çfarë të bëjnë me këtë njohuri. Dhe kjo zgjedhje, kjo aftësi për të zgjedhur, është ajo që na bën vërtet special. Jo fakti se jemi bërë nga materia e yjeve, por fakti se ne mund ta kuptojmë këtë. Fakti se ne mund të mendojmë për këtë. Fakti se ne mund të vendosim se çfarë do të thotë. Kjo është fuqia e vetdijes njerëzore. Kjo është dhurata e shkencës. Kjo është përgjegjësia e gjeneratës sonë. Ne jemi trashëgjimtarët e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet. Ne jemi mbajtësitë e një flake që u ndez në zemrat e yjeve të parë. Ne jemi shpresa që kjo flak do të vazhdojë të ndriçojë, duke ndriçuar errësirën, duke sjellë kuptim në një univers që përndryshe do të ishte i pavetdijshëm për veten. Kjo është historia e atomeve tona. Kjo është historia jonë. Dhe kjo është historia që vazhdon të shkruhet. Çdo ditë, nëpërmjet çdo zgjedhjeje që bëjmë, çdo veprimi që ndërmarrim, çdo mendimi që mendojmë. Ne jemi universi që ka marrë vetdije për veten. Dhe tani, pyetja është, çfarë do të bëjmë me këtë vetdije? Por tani, le të ndalemi në një vend të çuditshëm, sepse ka diçka që nuk të kemi thënë ende. Diçka që shkenca,
me të gjithë triumfet e saj të mahnitshme, ende nuk mund ta shpjegojë plotësisht. Pse ekziston diçka në vend ta zgjoje? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është ndoshta pyetja më e thellë që mund të bëjmë. Ne mund të gjurmojmë historinë e atomeve tona deri te yjet. Ne mund të gjurmojmë historinë e yjeve deri te Big Bangu. Por çfarë ishte para Big Bangut? Dhe pse ndodhi Big Bangu fare? Fizikantët kanë propozuar shumë teori. Disa thonë se universi ynë është një nga një numër i pafund universish që lindin vazhdimisht nga fluktuacione kuantike. Të tjerët thonë se koha vetë filloi me Big Bangun, kështu që pyetja çfarë ishte para nuk ka kuptim. Të tjerët edhe spekulojnë se universi ynë mund të jetë një simulim, një krijim i një qytetrimi të avancuar në një univers tjetër. Por e vërteta e ndershme është, Ne nuk e dim. Dhe ndoshta ne nuk do ta dim kurrë. Ka kufi fundamental në atë që ne mund të dim. Drita nga ngjarjet që ndodhen para se universi të bëhej transparent nuk mund të na arrijë. Informacioni nga përtej horizontit kozmik nuk mund të na arrijë. Ka pyetje që mund të jenë përgjithmonë përtej aftësisë sonë për t'u përgjigjur, dhe kjo duhet të na bëjë të përudhur. Sepse pavarësisht se sa kemi mësuar, pavarësisht se sa kemi zbuluar, ne ende jemi qenie të vogla në një univers të madh. Ne ende shohim nëpërmjet një dritare të ngushtë. Ne ende kuptojmë vetëm një pjesë të vogël të realitetit. Mendoje këtë. Ne nuk e dim se çfarë është materia e errët. Ajo përbën 23% të universit, por ne nuk mund ta detektojmë drejt për drejt. Ne vetëm e dim se ekziston, sepse mund të shohim efektet e saj gravitacionale. Por çfarë është ajo? Grimca? Fusa? Diçka plotësisht e ndryshme nga çdo gjë që kemi hasur? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim se çfarë është energjia e errët. Ajo përbën 73% të universit, dhe ajo po shtyn universin të zgjerohet me një ritëm gjithnjë e më të shpejt. Por çfarë është ajo? Një pronë e vet hapësirës? Një fushë e re fundamentale? Një shenjë se ligjet tona të fizikës janë të pasakta? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim si filloi jeta. Ne e dim se ajo filloi, por ne nuk e dim si. A ishte një ngjarje e rastësishme, një kombinim i fatshëm i molekulave në kushtet e duhura, apo ishte diçka më e pashmangshme, një pronë emergjente e kimisë komplekse? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim nëse jemi vetëm në univers. Statistikisht duket e pamundur që të jemi të vetmit, por ne nuk kemi gjetur asnjë provë të jetës përtej tokës, asnjë sinjal, asnjë artefakt, asnjë gjurmë. A jemi ne vërtet vetëm, apo thjesht nuk po shikojmë në vendin e duhur? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim se çfarë është vetëdia. Ne e dim se ajo ekziston, sepse ne e përjetojmë atë. Por si krijohet ajo nga aktiviteti i neuroneve? Pse ka diçka që ndihet si ti e shti? A është vetëdia unike për trut biologjik, apo mund të ekzistojë në forma të tjera? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë me universin në të ardhmen e largët. A do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë, duke u ftohur dhe duke u erësuar derisa të gjitha yjet të vdesin dhe gjithë materia të dekompozohet, apo do të ndalojë së zgjeruari dhe do të fillojë të kurret, duke përfunduar në një Big Crunch, apo diçka plotësisht e ndryshme do të ndodhë? Ne nuk e dim. Dhe këtu është diçka që vërtet duhet të na bëjë të ndalemi. Të gjitha këto gjëra që nuk i dim, të gjitha këto mistere që mbeten nuk janë dobësi të shkencës. Ato janë kufitë e saj. Dhe pranimi i këtyre kufive është një nga forcat më të mëdha të shkencës. Sepse kur ne pranojmë se ka gjëra që nuk i dim, ne mbetemi të hapur, ne mbetemi kurioz, ne mbetemi të gatshëm për të mësuar. Dhe kjo është ajo që na ka sjell aq larg. Jo pretendimi se e dim gjithçka, por pranimi se ka shumë që nuk e dim. Por edhe brenda kësaj mosnjohje ka diçka të bukur, sepse çdo pyetje pa përgjigje është një mundësi. Çdo mister është një ftesë për të eksploruar. Çdo kufir i njohuris son është një horizont që pret të kalohet. Dhe kjo na sjell te një realizim i thellë. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta misteri është më i vlefshëm se siguria. Ndoshta aftësia për të çuditur është më e çmuar se aftësia për të ditur. Sepse çfarë do të ishte një univers pa mister? Çfarë do të ishte një jetë ku të gjitha pyetjet kishin përgjigje? A do të ishte kjo më e kënaqshme? Apo do të ishte e zbrazët, e privuar nga ajo që e bën jetën të vlefshme?
Mendoje për një moment kur ke mësuar diçka të re, diçka që ka ndryshuar mënyrën se si e shikon botën. Ajo ndjenjë zbulimit, ajo ndjenjë kuptimit që papritur bie në vend, ajo ndjenjë çudies kur e shikon realitetin nga një këndvështrim i ri. A nuk është kjo një nga përvojat më të vlefshme që mund të kesh? Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë fakti se ka ende aq shumë për të zbuduar, aq shumë për të mësuar, aq shumë për të kuptuar, nuk është diçka për të pikëlluar, është diçka për të festuar. Ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Kjo është e vërteta që shkenca na ka dhënë, por kjo e vërtet nuk mbyll historinë, ajo e hap atë. Sepse tani ne e dim se jemi pjesë e një historie kozmike që vazhdon të zhvillohet. Ne e dim se çdo atom në trupin ton ka një biografi që shtrihet mbrapsht në kohë deri në Big Bang. Ne e dim se ne nuk jemi të veçantë nga universi, por jemi një shprehje e tij. Por çfarë do të thotë kjo për mënyrën se si duhet të jetojmë? Kjo është pyetja që çdo person duhet ta përgjigjet për veten, sepse shkenca mund të na tregojë se çfarë jemi, por ajo nuk mund të na tregojë se çfarë duhet të bëjmë me atë njohuri. Ajo nuk mund të na tregojë si të jetojmë. Ajo nuk mund të na jap kuptim. Kuptimi është diçka që ne duhet ta krijojmë vetë, jo duke e zbuduar atë në je, por duke e ndërtuar atë nëpërmjet jetës sonë, marrëdhënieve tona, zgjedhjeve tona. Por këtu është diçka që mund të na udhëheq. Kur e kuptojmë se jemi bërë nga e njëjta materie që përbën yjet, kur e kuptojmë se çdo atom në trupin ton ka një histori që lidhet me historinë e të gjithë universit, kur e kuptojmë se ne nuk jemi të veçantë, por jemi të lidhur, diçka ndryshon në mënyrën se si e shohim veten dhe të tjerët. Ne fillojmë të shohim se ndarjet që krijojmë midis meje dhe jo meje, midis nesh dhe tyre, midis njerëzimit dhe natyrës, janë artificiale. Ato janë të dobishme për qëllime praktike, por ato nuk reflektojnë realitetin e thellë. Realiteti i thellë është se ne të gjithë jemi bërë nga e njëjta materie. Ne të gjithë jemi pjesë e të njëjtës historie kozmike. Ne të gjithë jemi shprehje të njëjtit univers që po përpiqet të kuptojë veten. Dhe kur e shohim këtë, kur vërtet e brendësojmë këtë të vërtet, diçka ndryshon. Ndjenja e shkëputjes fillon të zbehet. Ndjenja e konkurrencës fillon të transformohet në një ndjenjë bashkëpunimi. Ndjenja se ne jemi kundër botës fillon të transformohet në një ndjenjë se ne jemi pjesë e botës. Kjo nuk do të thotë se konflikti zhduket. Kjo nuk do të thotë se problemet zgjidhen. Jeta është ende komplekse. Marrëdhëniet janë ende të vështira. Shoqëria është ende plot me sfida. Por korniza ndryshon. Kur e shohim veten si pjesë e një tërësie më të madhe, ne fillojmë të bëjmë pyetje të ndryshme. Jo si mund të fitoj unë, por si mund të kontribuojmë ne. Jo çfarë është e mirë për mua, por çfarë është e mirë për ne. Por çfarë është e mirë për tërësinë. Dhe këto pyetje na çojnë në vende të ndryshme. Ato na çojnë drejt zgjedhjeve që reflektojnë kuptimin se ne nuk jemi të veçantë, por jemi të lidhur. Zgjedhje që marrin parasysh jo vetëm të mirën tonë të menjëhershme, por të mirën afatgjatë të gjithë sistemit të cilit i përkasim. Por le të jemi të qartë, kjo nuk është një recetë thjesht për një jetë të lumtur. Kjo nuk është një zgjidhje magjike për të gjitha problemet. Jeta do të mbetet e vështirë, vuajtja do të mbetet reale, vdekja do të mbetet e pashmangshme. Por ndoshta kur e kuptojmë se jemi pjesë e një historie kozmike që ka zgjatur 14 miliard vjet, kur e kuptojmë se çdo atom në trupin ton ka kalluar nëpër zemrat e yjeve, kur e kuptojmë se ne jemi mënyra që universi ka për të përjetuar veten, vuajtja jon merr një kontekst të ri. Ne ende vuajmë, por ne gjithashtu jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ne ende vdesim, por atomet që na përbëjnë do të vazhdojnë duke marrë forma të reja, duke bërë pjesë në procese të reja, duke kontribuar në historinë e vazhdueshme kozmike. Kjo nuk e bën vdekjen më pak të dhimbshme, por ajo e vendos atë në një perspektivë më të gjerë. Ne nuk jemi entitete të izoluara që zhduken në asgjë. Ne jemi modele të përkohshme në një rrjedhë të vazhdueshme të materisë dhe energjisë që ka ekzistuar që nga Big Bangu dhe do të vazhdojë të ekzistojë për sa kohë që ekziston universi. Dhe kjo na sjell te një pyetje finale, një pyetje që nuk ka përgjigje të thjeshtë, por që duhet të bëhet megjithatë.
Nëse ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur, nëse çdo atom në trupin ton ka një histori miliarda vjeçare, nëse ne jemi pjesë e një procesi kozmik që ka zgjatur 14 miliard vjet, atëherë çfarë përgjegjësie kemi? Përgjegjësi ndaj kujt? Ndaj çfarë? Ndoshta përgjegjësia nuk është ndaj dikujt ose diçkaje të jashtme. Ndoshta ajo është ndaj vetë procesit, ndaj historisë kozmike që na ka krijuar, ndaj mundësisë që kjo histori të vazhdojë. Ne jemi trashëgjimtarët e miliarda vjetëve të evolucionit kozmik. Ne jemi mbajtësitë e një flake që u ndez në zemrat e yjeve të parë. Ne jemi, përsa e dim, një nga mënyrat e pakta që universi ka për të kuptuar veten. Kjo nuk na bën superiore ndaj formave të tjera të jetës. Kjo nuk na jep të drejtën të dominojmë natyrën. Në fakt, është e kundërta. Kjo na jep përgjegjësinë për të kujdesur për planetin që na ka krijuar, për të mbrojtur formate tjera të jetës që ndajnë këtë histori kozmike me ne, për të siguruar që procesi i evolucionit kozmik të vazhdojë. Por si e bëjmë këtë? Si jetojmë në një mënyrë që reflekton kuptimin se jemi pjesë e një tërësie më të madhe? Nuk ka një përgjigje të vetme. Çdo person duhet ta gjejë rrugën e vet. Por ndoshta fillon me diçka të thjeshtë. Fillon me çudinë. Çudinë për faktin se ekziston diçka në vend ta zgjoje. Çudinë për faktin se universi ka evoluar nga një sup i thjeshtë i energjisë në një kozmik plot me galaksi, yje, planet dhe jetë. Çudinë për faktin se ne, koleksione atomësh të krijuara në yje, mund të mendojmë për origjinën tonë. Kjo çudi nuk është një luksur. Ajo nuk është diçka që bëjmë vetëm kur kemi kohë të lirë. Ajo është thelbësore për atë që do të thotë të jesh njeri. Ajo është ajo që na ndan nga makinat, nga algoritmet, nga proceset automatike. Sepse një makinë mund të përpunojë informacion, por ajo nuk mund të çuditet. Ajo nuk mund të ndalojë dhe të mendojë për mrekullisë e ekzistencës. Ajo nuk mund të ndjejë atë ndjenjë të thellë të lidhjes me universin që vjen nga kuptimi se ne jemi bërë nga e njëjta materie që përbën yjet. Kjo çudi është dhurata jon, dhe ajo është gjithashtu përgjegjësia jon. Sepse kur ne çuditem, ne jemi të hapur, ne jemi kurioz, ne jemi të gatshëm për të mësuar. Dhe kjo hapje, kjo kuriozitet, kjo gatishmëri për të mësuar, është ajo që na ka sjell aq larg. Është ajo që na ka lejuar të zbulojmë se jemi bërë nga pluhuri i yjeve. Është ajo që na ka lejuar të gjurmojmë historinë e atomeve tona mbrapsht në kohë deri në Big Bang. Është ajo që na ka lejuar të kuptojmë vendin ton në universin. Dhe është ajo që do të na lejojë të vazhdojmë të mësojmë, të vazhdojmë të zbulojmë, të vazhdojmë të zgjerojmë kuptimin ton të realitetit. Por këtu është diçka që duhet të mbajmë mend. Çdo zbulim i ri, çdo përgjigje e re, sjell pyetje të reja. Sa më shumë që mësojmë, aq më shumë e kuptojmë se sa shumë nuk e dim. Horizonti i njohurisë son zgjerohet, por zgjerohet edhe horizonti i mosnjohjes son. Dhe kjo është bukuria e udhëtimit. Nuk është destinacioni që ka rëndësi, është procesi, është akti i kërkimit, i eksplorimit, i zbulimit. Është ndjenja e çudijes që vjen kur shohim diçka të re, kur e kuptojmë diçka që nuk e kuptonim më parë, kur e shohim realitetin nga një këndvështrim i ri. Kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri në një univers prej 14 miliard vjetësh. Jo të kesh të gjitha përgjigjet, por të bësh pyetjet. Jo të dish gjithçka, por të jesh kurioz për gjithçka. Jo të arrish në një destinacion final, por të gëzosh udhëtimin. Vendërsa qëndrojmë këtu, në këtë moment, në këtë planet të vogël që rrotullohet rreth një ylli mesatar, në një cep të paveçantë të një galaksie mesatare, ne mund të shikojmë lart në yjet dhe të dim se ne jemi bërë nga ato yje. Ne mund të shikojmë brenda vetes dhe të dim se çdo atom në trupin ton ka një histori që shtrihet mbrapsht në kohë deri në Big Bang. Ne mund të shikojmë rreth nesh dhe të dim se ne jemi pjesë e një tërësie më të madhe, të lidhur me gjithçka tjetër në univers, nëpërmjet ligjeve të fizikës, nëpërmjet historisë së atomeve tona, nëpërmjet faktit se ne të gjithë jemi shprehje të njëjtit univers. Kjo është e vërteta që shkenca na ka dhënë. Jo një e vërtet që mbyll pyetjet, por një e vërtet që i hap ato.
Jo një e vërtet që na jep të gjitha përgjigjet, por një e vërtet që na fton të bëjmë pyetje më të thella. Dhe ndërsa vazhdojmë të bëjmë këto pyetje, ndërsa vazhdojmë të kërkojmë, të eksplorojmë, të masojmë, ne jemi duke vazhduar një proces që filloi 14 miliard vjet më parë me Big Bangun. Ne jemi duke vazhduar një histori që ka kaluar në për zemrat e yjeve, në për shpërthimet e supernovave, në për formimin e planetve, në përmjet origjines së jetës, në përmjet miliarda vjetëve të evolucionit. Ne jemi kapitulli më i ri në këtë histori, por ne nuk jemi kapitulli i fundit. Historia do të vazhdojë. Atomet që na përbëjnë do të vazhdojnë të ekzistojnë duke marrë forma të reja, duke bërë pjesë në procese të reja, duke kontribuar në historinë e vazhdueshme kozmike. Dhe ndoshta, në një të ardhme të largët, në një vend të largët, një qenie tjetër do të shikojë lart në yjet e saj dhe do të çuditet për origjinën e saj. Dhe ndoshta ajo do të zbulojë, ashtu si ne kemi zbuluar, se ajo është bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur. Dhe ndoshta ajo do të ngjejë të njëjtën çudi, të njëjtën lidhje, të njëjtin kuptim, se ajo është pjesë e diçkaje më të madhe. Kjo është trashëgimia jonë. Jo monumentet që ndërtojmë, jo arritjet që bëjmë, por kuptimi që transmetojmë. Kuptimi se ne jemi pjesë e një historie kozmike. Kuptimi se ne jemi të lidhur me gjithçka tjetër në univers. Kuptimi se ne jemi mënyra që universi ka për të kuptuar veten. Dhe kur mbyllim syt për herë të fundit, kur atomet që na përbëjnë fillojnë të shpërndahen duke u kthyer në mjedis, duke u bërë pjesë e proceseve të tjera, ne mund të e dim se ne kemi qenë pjesë e diçkaje të mahniqme. Ne kemi qenë pjesë e një historie që ka zgjatur 14 miliard vjet. Ne kemi qenë mënyra që universi ka për të përjetuar veten, për të kuptuar veten, për të çuditur për veten. Dhe kjo, në fund, është mjaftueshëm. Jo sepse ne kemi gjetur të gjitha përgjigjet, jo sepse ne kemi zgjidhur të gjitha misteret, por sepse ne kemi bërë pyetjet. Sepse ne kemi kërkuar. Sepse ne kemi çuditur. Dhe në atë çudi, në atë kërkim, në atë pyetje, ne kemi qenë plotësisht gjallë. Ne kemi qenë plotësisht njerëzor. Ne kemi qenë plotësisht pjesë e universit që po përpiqet të kuptojë veten. Kjo është historia e atomeve tona. Kjo është historia jonë. Dhe kjo është historia që vazhdon, çdo moment, çdo frymëmarrje, çdo mendim. Ne jemi bërë nga pluhuri i yjeve që kanë vdekur.